Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po lëviz në përhapësirë me një shpejtësi prej 230 km/s. Toka rrotullohet rreth diellit, dielli rreth qendrës së rrugës së Qumashtit. E gjithë galaktika jon po rrëmbehet drejt diçkaje që nuk mund ta shohim, diçka që nuk pasqyron dritë, diçka që nuk thith dritë, diçka që nuk lëshon asnjë lloj rrezatimi që instrumentet tona mund ta kapin. Por ajo është atje, dhe ajo përbën 95% të gjithçkaje që ekziston. Për 98 vjet, shkencëtarët e kanë ditur se diçka e padukshme po mban së bashku galaktikat. Tani, në një laborator të fshehur 900 metra nën malet e Italisë, një detektor i matësisë së një makine ka regjistruar diçka që mund të ndryshojë gjithçka që dim për universin. Është e marta 21 janar, 2026, ora 3 e mëngjesit. Në laboratorët kombëtar të Gran Sasso, në zemër të Apeninëve, një ekip shkencëtarësh po shikon në ekranet e tyre me një heshtje që mezi frymojnë. Profesori Marco Tavani nga Universiteti i Romës po shikon një sinjal që është shfaqur në sistemin e detektimit Xenon NT. Një impuls i vetëm, aq i dobët sa pothuajse zhduket në zhurmën e sfondit. Por karakteristikat e tij janë saktësisht ato që ekipi ka pritur për gati një dekadë. Një grimcë e padukshme ka goditur një atom ksenoni, ka transferuar energji, ka lënë një gjurmë. Nëse ky sinjal konfirmohet, nëse ai nuk është një anomali, nëse ai vërtet është ajo që duket të jetë, atëherë njerëzimi sapo ka prekur për herë të parë substancën që përbën shumicën dërmuese të realitetit. Por si arritëm këtu? Si shkencëtarët filluan të kërkojnë diçka që nuk mund ta shohin? Historia fillon në vitin 1933, kur një astronom zviceran me emrin Fritz Zwicky po studionte një grumbull galaktikash të quajtur Coma. Zwicky ishte një njeri i çuditshëm. Kolegët e tij e kcanin gjenial, por i padurueshëm. Ai kishte një zakon të shpik fjalë të reja dhe të akuzonte të tjerët se i vidhnin idet. Por ai kishte edhe një talent të jashtëzakonshëm për të parë atë që të tjerët nuk e shihnin. Kur Zwicky mati shpejtësinë e galaktikave në grumbullin Coma, ai zbuloi diçka të çuditshme. Galaktikat po lviznin shumë shpejt. Aq shpejt sa graviteti i materjes së dukshme nuk ishte i mjaftueshëm për t'i mbajtur së bashku. Sipas llogaritjeve të tij, grumbulli duhej të ishte shpërbër për miliona vjet. Por ai ishte atje, i qëndrueshëm, i fortë. Zwicky bëri një propozim të guximshëm. Duhej të ekzistonte materie e padukshme, shumë më tepër materie e padukshme se sa materie e dukshme. Ai e quajti atë në gjermanisht materie e errët. Komuniteti shkencor e injoroi. Për 40 vjet, ideja e Zwicky u konsiderua si një kuriozitet, një hipotezë e çuditshme nga një njeri i çuditshëm. Astronomët vazhdonin të besonin se ajo që shihnin ishte gjithçka që ekzistonte. Yjet, galaktikat, gazrat, pluhuri kozmik. Kjo ishte materia, kjo ishte universi. Por në vitet 1970, një astronome amerikane me emrin Vera Rubin filloi të studionte rrotullimin e galaktikave spirale. Ajo mati shpejtësinë e yjeve në distanca të ndryshme nga qendra galaktike dhe zbuloi diçka që nuk kishte kuptim. Yjet në skajet e galaktikave po lëviznin me të njëjtën shpejtësi si yjet afër qendrës. Kjo ishte e pamundur. Sipas ligjeve të Newtonit, yjet e largët duhej të lviznin më ngadalë, ashtu siç planetet e largët në sistemin diellor rrotullohen më ngadalë se ato të brendshëm. Por galaktikat nuk po silleshin sipas këtyre rregullave. Ishte sikur një forcë e padukshme po i mbante yjet në vend, sikur çdo galaktik ishte e zhytur në një halo të madhe të diçkaje që nuk mund ta shikonim. Vera Rubin kaloi dekada duke matur qindra galaktika. Rezultati ishte gjithmonë i njëjtë. Materia e dukshme përbënte vetëm një pjesë të vogël të masës totale. Pjesa tjetër ishte diçka tjetër, diçka e errët. Tani imagjinoni këtë. Imagjinoni se gjithë jeta juaj keni jetuar në një dhomë të errët. Ju mund të prekni muret, mund të ndjeni dyshemen në këmbët tuaja, mund të dëgjoni tingujt, por nuk mund të shihni asgjë. Pastaj dikush ju jep një fener të vogël.
Ju e ndizni atë, dhe në dritën e dobët ju shihni se dhoma është shumë më e madhe se sa mendonit. Muret që ju preknit janë vetëm një pjesë e vogël. Ka korridore që shtriheshin në errësirë, ka dhoma të tjera që nuk i kishit imagjinuar kurrë. Kjo është ajo që ndodhi me njerëzimin në shekullin e 20. Ne menduam se ajo që shikonim ishte gjithçka. Yjet që shkëlqejnë, galaktikat që rrotullohen, nebulozat që ndriçojnë. Por kjo ishte vetëm pika e vogël e dukshme e një realiteti shumë më të madh. Në vitet 80 dhe 90, kozmologët filluan të kuptojnë shkallën e problemit. Ata llogaritën se materia e zakonshme, materia që përbën yjet, planetet, gazrat, pluhurët dhe gjithçka që mund të shohim me teleskopët tanë, përbën vetëm rreth 5% të densitetit total të energjisë së universit. 5%. Imagjinoni se ju jeni në një oqean. Ju mund të shihni vetëm 5% të ujit. Pjesa tjetër është e padukshme. Por ju e ndjeni atë. Ju e ndjeni rezistencën kur notoni. Ju e ndjeni presionin në thellësi. Ju e dini se ajo është atje, edhe pse nuk mund ta shihni. Kështu është me materien e errët. Ne nuk mund ta shohim, por ne shohim efektet e saj kudo. Kur drita nga një galaktikë e largët kalon pra një grumbull masiv, ajo përkulet. Kjo quhet lentila gravitacionale. Einsteini e parashikoi këtë në vitin 1916. Hapësira vetë përkulet nga masa, dhe drita ndjek përkuljen e hapësirës. Kur astronomët studiojnë lentilat gravitacionale, ata mund të llogaritsin sa masë është e nevojshme për të përkullur dritën në atë mënyrë. Dhe përsëri, masa e nevojshme është shumë më e madhe se masa e dukshme. Diçka e padukshme po përkull hapësirën, diçka me masë, diçka që ndërvepron me gravitacionin, por jo me dritën. Në vitin 1998, 2 ekipe të pavarura shkencëtarësh po studionin supernovë të largëta, supernovë të tipit Ia. Këto janë shpërthime të yjeve që ndodhin kur një gjuq i bardhë thith mas nga një yll shoqërues derisa arrin një masë kritike, 1,4 herë masa e diellit. Pastaj ai shpërthen. Dhe çdo shpërthim i tillë ka pothuajse të njëjtën ndriçim maksimal. Kjo i bën ato për të matur distancat kozmike. Por kur shkencëtarët matën ndriçimin e këtyre supernovëve të largëta, ata zbuluan diçka të papritur. Universi nuk po ngadalsohet, ai po përshpejtohet. Zgjerimi i hapësirës po bëhet më i shpejt me kalimin e kohës. Kjo ishte një tronditje. Graviteti duhet të ngadalsojë zgjerimin. Masa tërheq masën, por diçka po shtyn hapësirën të zgjerohet më shpejt. Diçka me presion negativ. Diçka që vepron në drejtim të kundërt të gravitacionit. Shkencëtarët e quajtën atë energji e errët. Dhe llogaritjet treguan se ajo përbën në rreth 70% të densitetit total të energjisë së universit. Tani tabela ishte e plot. 5% materie e zakonshme, 25% materie e errët, 70% energji e errët, 95%. E universit ishte diçka që nuk e kuptonim. Por çfarë është materia e errët? Jo energjia e errët, por materia e errët. Ajo që mban së bashku galaktikat, ajo që përkul dritën, ajo që përbën 25% të gjithçkaje. Për dekada shkencëtarët kanë propozuar kandidat të ndryshëm. Në fillim, disa menduan se mund të ishte thjesht materie e zakonshme që nuk shkëlqen. Zhyshat e zinj, vrimat e zeza, planetat e errat, por llogaritjet e nukleosintezës së Big Bangut treguan se nuk ka mjaftueshëm materie barionik për të shpjeguar efektet e vëzguara. Materia e errët duhet të ishte diçka tjetër. Diçka që nuk është bërë nga protonet dhe neutronet që përbëjnë atomet tona. Kandidati më i preferuar është një grimcë hipotetike e quajtur WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, grimcë masive që ndërvepron dobët. Këto grimca do të kishin masë, do të ndërvepronin me gravitacionin, por do të ndërvepronin shumë dobët me materie të zakonshme. Ato do të kalonin në për materie të zakonshme pothuajse pa lënë gjurmë. Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, triliona grimca materie së errët po kalojnë në për trupin tuaj, në për muret tuaja, në për tokën. Ato po kalojnë si fantazma,
pa ndërvepruar, pa lënë asnjë shenjë. Por shumë rrallë, një herë në një kohë të gjatë, një grimcë materie së errët mund të godasë një atom. Dhe kjo është ajo që shkencëtarët po përpiqen të kapin. Në vitet e fundit janë ndërtuar 10 eksperimente në mbar botën për të gjuajtur grimcat e materies së errët. Këto eksperimente janë vendosur thellë nën tokë, në miniera të vjetra, nën male, në laborator nën toksor. Arsyeja është e thjeshtë. Rrezet kozmike, grimcat që vijnë nga hapësira, krijojnë një zhurmë konstante në detektorët. Për të kapur një sinjal të dobët nga materia e errët, ju duhet të eliminoni këtë zhurmë. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të vendosni detektorin tuaj në mijëra ton shkëmbinjsh. Shkëmbinjt blokojnë rrezet kozmike, por grimcat e materies së errët që ndërveprojnë aq dobët kalojnë nëpër shkëmbinj sikur të mos ishin atje. Eksperimenti Xenon është një nga më të ndjeshëm në botë. Ai përdor një rezervuar të madh ksenoni të lëngshëm. Ksenoni është një gaz fisnik. Ai nuk reagon kimikisht me asgjë, dhe kur ai ftohet në -98 gradë Celsius, ai bëhet i lëngshëm. Rezervuari përmban rreth 8 ton ksenon të lëngshëm, dhe ai është i rrethuar nga qindra sensor që presin të kapin një shkëndij të vogël drite. Kur një grimc godet një atom ksenoni, ajo transferon energji. Atomi lviz, ai godet atomet e tjerë dhe në këtë proces lëshohen fotone. Shumë pak fotone, por mjaftueshëm për t'u kapur nga sensorët. Problemi është se shumë gjëra të tjera mund të shkaktojnë sinjale të ngjashme. Radioaktiviteti natyror nga materialet e detektorit, neutronet që krijohen nga rrezet kozmike që arrin të kalojnë nëpër shkëmbinj, madje edhe grimcat që vijnë nga radioaktiviteti në trupin e shkencëtarëve që ndërtuan detektorin. Për këtë arsye, çdo komponent i detektorit Xenon është zgjedhur me kujdes ekstrem. Materialet më të pastra në botë, bakri pa radioaktivitet, qeliku me përmbajtje minimale të izotopeve radioaktive. Dhe detektori është mbyllur në një rezervuar uji që vepron si mburoj shtesë. Ekipi Xenon ka punuar për më shumë se 15 vjet. Ata kanë ndërtuar versione gjithnjë më të mëdha dhe më të ndjeshme të detektorit Xenon 10, Xenon 100, Xenon 1T dhe tani Xenon N-T. Çdo version ka qenë më i madh, më i pastër, më i ndjeshëm, dhe çdo version ka vendosur kufi më të rrept për vetit e mundshme të grimcave të materies së errët. Por deri tani, asnjë detektim i qartë, asnjë sinjal që mund të thuhet me siguri se është materie e errët. Derisa erdhi e marta, 21 janar 2026, sinjali që u shfaq në ekranet e sistemit Xenon N-T kishte karakteristika të veçanta. Energjia e transferuar ishte në diapazonin e pritur për një grimc WIMP me masë rreth 100 herë masa e protonit. Pozicioni i ndërveprimit ishte në qendër të rezervuarit, larg mureve ku radioaktiviteti është më i lartë. Dhe forma e sinjalit përputhej me modelet teorike të një goditjeje elastike midis një grimce të rëndë dhe një atomi ksenoni. Por një sinjal i vetëm nuk është mjaftueshëm. Shkenca nuk funksionon me raste të vetme. Ajo kërkon përsëritje, konfirmim, statistika. Një sinjal mund të jetë një anomali, një fluks i rastësishëm, një gabim në sistem. Profesori Tavani e di këtë. Ai ka kaluar 30 vjet duke studiuar grimcat. Ai ka parë sinjale premtuese që u zhdukën me analizë më të thellë. Ai ka mësuar të jetë skeptik. Por ai gjithashtu e di se nëse ky sinjal është real, nëse ai vërtet është një ndërveprim me materien e errët, atëherë kjo është zbulimi më i madh në fizikën e grimcave që nga zbulimi i bozonit të Higgsit në vitin 2012. Ose ndoshta zbulimi më i madh në kozmologji që nga zbulimi i rrezatimit kozmik të sfondit në vitin 1965. Ekipi fillon punën e verifikimit. Ata kontrollojnë çdo aspekt të sistemit. A kishte ndonjë anomali në sensor? A kishte ndonjë ndryshim në temperaturë? A kishte ndonjë burim i mundshëm kontaminimi? Ndërkohë, lajmi fillon të përhapet në komunitetin shkencor, jo zyrtarisht, jo në shtyp, por nëpërmjet emaileve të koduara, thirrjeve telefonike të vonshme, mesazheve të shifruara. Shkencëtarët që punojnë në eksperimente konkurruese fillojnë të kontrollojnë të dhënat e tyre.
A kanë parë diçka të ngjashme? A ka ndonjë korrelacion? Në Universitetin Stanford, një ekip që punon me eksperimentin Lux Zeppelin në Dakotën e Jugut, por i shikon të dhënat e tyre nga e njëjta periudhë kohore. Në CERN, fizikanët po diskutojnë implikacionet teorike. Nëse grimca ka masën që sinjali sugjeron, çfarë do të thotë kjo për modelet e materjes së errët? Çfarë do të thotë për historinë e hershme të universit? Por le të kthehemi prapa për një moment. Le të pyesim një pyetje themelore. Pse e quajmë atë të errët? Fjala e errët mund të tingëllojë mistike, madje pak e frikshme. Por në shkencë, e errët thjesht do të thotë që nuk lëshon ose thith dritë elektromagnetike. Materia e zakonshme ndërvepron me fotonet. Elektronet në atomet tona thithin fotone dhe lëshojnë fotone. Kjo është arsyeja pse ne mund të shohim gjërat. Kjo është arsyeja pse yjet shkëlqejnë. Kjo është arsyeja pse ju mund të lexoni këto fjalë. Por materia e errët nuk ka këtë veti. Ajo nuk ka ngarkesë elektrike. Ajo nuk ndërvepron me fotonet. Ajo është e padukshme për të gjitha teleskopët tanë, pavarësisht se në cilën gjatësi vale shikojmë. Imagjinoni një botë ku gjithçka është bërë nga qellçi i dukshëm. Ndërtesa, makina, njerëzit, gjithçka. Ju nuk do të mund të shihni asgjë, por ju ende do të mund të ndihni gjërat. Ju do të mund të prekni muret, ju do të mund të ndihni erën kur një makinë kalon. Ju do të mund të ndihni praninë e njerëzve të tjerë nga nxehtësia e tyre, nga zëri i tyre, nga lëvizja e ajrit. Kjo është pak si materia e errët. Ne nuk mund ta shohim, por ne ndjejmë efektet e saj gravitacionale. Ne shohim se si ajo ndikon lëvizjen e galaktikave. Ne shohim se si ajo përkul dritën. Ne shohim se si ajo ka formuar strukturën e madhe të universit. Sepse materia e errët nuk është thjesht një kuriozitet. Ajo është thelbësore për ekzistencën e gjithçkaje që shohim. Në momentet e para pas Big Bangut, universi ishte një sup i ngjehtë dhe i dendur i grimcave, materie dhe energji të përzjera së bashku. Ndërsa universi u zgjua dhe u ftoh, grimcat filluan të kondensoheshin. Por materia e zakonshme, materia barionik, ishte e lidhur me rrezatimin. Fotonet po godisnin vazhdimisht protonet dhe elektronet, duke i mbajtur ato të shpërndara. Materia e errët, nga ana tjetër, nuk ndërvepronte me fotonet. Ajo filloi të kondensohej më herët. Ajo formoi struktura, gropa gravitacionale. Dhe këto gropa tërhoqën materien e zakonshme. Pa materien e errët, galaktikat nuk do të kishin formuar. Yjet nuk do të kishin ndezur, planetet nuk do të kishin ekzistuar, jeta nuk do të kishte lindur. Materia e errët është skeleti i padukshëm i universit. Ajo është rrjeti që mban gjithçka së bashku. Dhe tani, për herë të parë në historinë e njerëzimit, ne mund të kemi prekur atë. Një grimcë e vetme, një ndërveprim i vetëm. Por nëse konfirmohet, kjo është fillimi i një epoke të re. Epoka kur ne nuk jemi më të verbër për 95% të realitetit. Në javët që pasojnë sinjalin e 21 janarit, ekipi Xenon punon 24 orë në ditë. Ata analizojnë të dhënat me algoritme të ndryshme, ata krahasojnë me të dhëna historike, ata kërkojnë çdo shpjegim alternativ. Dhe ngadalë, me kujdes ekstrem, ata fillojnë të eliminojnë mundësitë e tjera. Nuk është radioaktivitet nga materialet, nuk është një neutron kozmik, nuk është një gabim në sistem. Probabiliteti që sinjali të jetë një fluks i rastësishëm është më pak se 1 në 1 milion. Kjo është ajo që shkencëtarët e quajnë 5 sigma. Standardi arri për një zbulim në fizikën e grimcave, por një eksperiment i vetëm nuk është mjaftueshëm. Shkenca kërkon konfirmim të pavarur, dhe kështu, në fillim të shkurtit, ekipi Lux Zeppelin në Dakotën e Jugut njofton se ata kanë detektuar 3 sinjale të ngjashme në të dhënat e tyre. 3 ndërveprime me karakteristika të ngjashme, në të njëjtën gamë energjie, me të njëjtën shpërndarje hapësinore. Probabiliteti që të dy eksperimentet të kenë parë fluks të rastësishëm në të njëjtën kohë është astronomikisht i vogël. Komuniteti shkencor fillon të pranojë se diçka reale po ndodh, diçka historike. Në mars, një konferencë e jashtëzakonshme organizohet në CERN.
Shkencëtar nga e gjithë bota mblidhen për të diskutuar rezultatet. Profesori Tavani prezanton të dhënat e Xenon NT. Dr. Elena Aprile, themeluesja e bashkëpunimit Xenon, prezanton analizën statistikore. Dr. Richard Gateskill nga Lux Zeppelin prezanton konfirmimin e tyre. Atmosfera në salë është elektrike. Këto janë momente që ndodhin një herë në një brez. Momente kur kufiri i njohurive njerëzore lëviz përpara. Kur një misteri vjetër fillon të zbulohet. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Çfarë do të thotë të dish se 95% e universit është diçka që sapo po fillojmë ta kuptojmë? Për shekuj, njerëzit kanë menduar se ajo që shihnin ishte gjithçka. Qielli i natës ishte një kupë mbuduar me yje. Toka ishte qendra e gjithçkaje. Dielli rrotullohej rreth nesh. Pastaj, Koperniku na tregoi se ne nuk jemi në qendër. Galileo na tregoi se ka më shumë yje se sa mund të shohim me sy të lirë. Hubble na tregoi se galaktika jon është vetëm 1 nga miliarda. Dhe tani, në shekullin e 21, ne po mësojmë se gjithçka që kemi parë deri tani është vetëm një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh. Kjo është një nga ato momente kur perspektiva ndryshon, kur ne kuptojmë se bota është më e çuditshme, më e madhe, më mistike se sa kishim imagjinuar. Dhe kjo nuk është fundi i historisë. Kjo është fillimi, sepse tani që ne mund të detektojmë materien e errët, ne mund të fillojmë ta studiojmë atë. Ne mund të mësojmë për vetit e saj. Ne mund të kuptojmë se si ajo ndërvepron. Ne mund të zbulojmë nëse ka struktura në materien e errët, nëse ka atome të materjes së errët, nëse ka kimia e materjes së errët, nëse ka madje jeta e bazuar në materien e errët. Këto janë pyetje që tingëllojnë si shkencë fantastike, por ato janë pyetje legjitim shkencore tani. Sepse nëse materia e errët përbën 25% të universit dhe nëse ajo ka pasur miliarda vjet për të evoluar, kush mund të thotë se çfarë strukturash mund të ketë formuar? Ne e dim se materia e zakonshme, që përbën vetëm 5% të universit, ka krijuar kompleksitet të jashtëzakonshëm. Yje, planete, jeta, vetdia. Çfarë mund të ketë krijuar materia e errët që është 5 herë më e bollshme? Në këtë moment, ndërsa shkencëtarët po përpiqen të kuptojnë natyrën e grincës që sapo kanë detektuar, një pyetje më e thellë po lind. Çfarë nëse materia e errët nuk është thjesht një substancë pasive që mbush hapësirën? Çfarë nëse ajo ka strukturën e vet, kompleksitetin e vet, madje historinë e vet? Për të kuptuar këtë, le të bëjmë një ushtrim mendor. Imagjinoni një qenie të bërë tërësisht nga fotone, një qenie drite. Për këtë qenie, bota jon do të ishte e padukshme. Atomet tona, molekulat tona, trupi ynë do të ishin fantazma. Ajo do të kalonte nëpër ne pa e ditur se ekzistojmë. Por ne do të ndikojmë në të, me gravitacionin ton. Ne do të përkullnim rrugën e saj. Dhe nëse ajo do të ishte mjaftueshëm e zgjuar, ajo do të fillonte të mas këto përkullje. Ajo do të llogariste se duhet të ekzistojë diçka e padukshme, diçka që ka mas. Diçka që ajo nuk mund ta shohë, por që ndikon në lëvizjen e saj. Tani ktheheni këtë skenar. Ne jemi qeniet e bëra nga materia barionik. Ne shohim vetëm atë që ndërvepron me fotonet. Dhe ka një botë tjetër, 5 herë më masive se e jona, që ekziston në të njëjtën hapësirë, por që është e padukshme për ne. Kjo nuk është metaforë. Kjo është realiteti fizik. Në këtë dhomë ku ju ndodheni tani, ka më shumë mas materie së errët se sa mas materie të zakonshme. Por ajo nuk prek asgjë. Ajo nuk ndërvepron me muret. Ajo nuk ndjen temperaturën. Ajo thjesht kalon. Dhe kjo ngre një pyetje tronditse. Nëse materia e errët nuk ndërvepron me materien tonë, a mund të ndërveproj me veten e saj? Kjo pyetje nuk është spekulimi kot. Ajo është një hipotezë shkencore serioze që po eksplorohet nga fizikanët teorik në mbar botën. Në Universitetin e Harvardit, profesoresha Lisa Randall ka propozuar një model ku materia e errët mund të ketë forcën e vet elektromagnetike, jo forcën ton elektromagnetike, por diçka analoge, një forcë që lejon grimcat e materies së errët të ndërveprojnë me njëra tjetrën.
Nëse kjo është e vërtet, atëherë materia e errët mund të formojë struktura. Ajo mund të ketë atomet e saj. Ajo mund të ketë molekulat e saj. Ajo mund të ketë madje kimia e saj. Dhe nëse ka kimia, atëherë në parim mund të ketë kompleksitet, mund të ketë organizim, mund të ketë diçka që ne nuk kemi imagjinuar ende. Le të shqyrtojmë këtë me një krahasim. Në shekullin e 19, kimistët zbuduan se elementet mund të kombinoheshin në mënyra specifike. Hidrogjeni dhe oksigjeni bënin ujë, karboni, hidrogjeni, oksigjeni dhe azoti bënin molekula organike. Dhe nga këto molekula organike, në mënyrë të çuditshme, lindi jeta. Askush nuk e kishte parashikuar këtë. Askush nuk kishte imagjinuar se nga atomet e thjeshta mund të lindte diçka aq komplekse sa një qelizë, aq komplekse sa një tru, aq komplekse sa vetëdia. Tani imagjinoni se materia e errët ka pasur të njëjtën kohë për të evoluar. 13 miliard e 800 milion vjet. Të njëjtat kushte filestare, të njëjtat ligje fizike, por një grup tjetër grimkash, një grup tjetër forkash. Çfarë mund të ketë ndërtuar? Kjo nuk është fantazi. Kjo është një pasojë logjike e faktit se materia e errët ka masë dhe ndërvepron gravitacionalisht. Nëse ajo ka vetëm gravitacionin, atëherë ajo mund të formojë vetëm struktura të mëdha. Halo rreth galaktikave, filamente kozmike. Por nëse ajo ka edhe një forcë tjetër, edhe një forcë të dobët që vepron vetëm midis grimkave të materjes së errët, atëherë mundësitë bëhen të pafundme. Në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë, një grup fizikanësh po simulojnë në kompjuter se çfarë do të ndodhte nëse materia e errët kishte një forcë të ngjashme me elektromagnetizmin, por 1.000.000 herë më të dobët. Rezultatet janë mahnitëse. Në këto simulime, materia e errët formon struktura të ngjashme me yjet. Jo yje që shkëlqejnë, por objekte të dendura, ku materia e errët kondenson në gravitacionin e vet. Këto yje të errët do të ishin të padukshëm. Ata nuk do të lëshonin dritë, por ata do të kishin masë. Ata do të kishin strukturë të brendshme, dhe nëse ata do të ishin mjaftueshëm të dendur, ata mund të kalonin nëpër sistemin ton diellor pa e ditur ne. Ata mund të kalonin nëpër tokën, nëpër trupin tuaj, dhe ju nuk do të ndjenit asgjë. Por gravitacioni i tyre do të linte një gjurmë të vogël, një përkulje të vogël në orbitën e satelitëve, një anomali të vogël në matjet tona. Dhe shkencëtarët po kërkojnë pikërisht këto anomali. Në Universitetin e Manchesterit, një ekip po analizon të dhënat nga satelitët GPS. Ata po kërkojnë devijime të vogla që nuk mund të shpjegohen me gravitacionin e tokës, hënës dhe diellit. Devijime që mund të shkaktohen nga një objekt i padukshëm që kalon pranj. Por le të shkojmë më tej. Le të pyesim një pyetje që tingëllon e çmendur, por që është tërësisht legjitim brenda fizikës. A mund të ketë jetë të bazuar në materien e errët? Kjo pyetje duket si shkencë fantastike, por le ta shqyrtojmë me kujdes. Çfarë është jeta? Në nivelin më themelor, jeta është një sistem që mund të ruajë informacion, të replikojë veten dhe të evoluojë. Në botën tonë, kjo arrihet përmes kimisë së karbonit. Molekulat e ADN-së ruajnë informacion. Qelizat replikojnë, organizmat evoluojnë. Por a është karboni i vetmi element që mund të bëjë këtë? A është kimia e zakonshme e vetmja kimia që mund të mbështesë kompleksitet? Në vitin 2015, astrofizikani britanik Martin Rees shkroi një artikull provokues ku argumentonte se nëse materia e errët ka strukturë të brendshme, atëherë në parim, ajo mund të mbështesë forma kompleksiteti që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Jo jetë në kuptimin ton, jo qeliza, jo ADN, por diçka tjetër. Diçka që ekziston në një nivel tjetër të realitetit. Diçka që ne nuk mund ta shohim, por që mund të jetë po aq komplekse sa ne, ose më komplekse. Kjo tingëllon si filozofi, por ajo është e rrënjosur në fizik, sepse ne e dim se kompleksiteti lind nga ndërveprimet. Sa më shumë mënyra që grimcat mund të ndërveprojnë, aq më shumë struktura mund të formohen. Në botën tonë kemi 4 forca themelore: gravitacioni, elektromagnetizmi, forca bërthamore e fortë, forca bërthamore e dobët.
Dhe nga këto 4 forca ka lindur gjithë kompleksiteti që shohim. Por çfarë nëse materia e errët ka forcat e saj? Jo forcat tona, por forca analogje që veprojnë vetëm midis grimkave të materjes së errët. Atëherë, ajo do të kishte e saj periodike. Ajo do të kishte e saj. Ajo do të kishte undercore, QUOTE, undercore, 11, undercore e saj. Dhe nga kjo kimia, në parim, mund të linte kompleksitet. Tani, kjo është spekulim. Ne nuk kemi asnjë provë se materia e errët ka këto veti. Sinjali që u detektua në janar nuk na tregon asgjë për strukturën e brendshme të materjes së errët. Ai na tregon vetëm se grincat e materjes së errët ekzistojnë dhe se ato mund të ndërveprojnë shumë rrallë me materjen tonë. Por fakti që ne tani mund t'i detektojmë këto grimca, do të thotë se ne mund të fillojmë t'i studiojmë ato. Dhe kjo është ajo që po ndodh. Në muajt pas detektimit të janarit, laborator në mbar botën po ndërtojnë detektor të rinj, më të mëdhenj, më të ndjeshëm, më të sofistikuar. Eksperimenti Darwin që po planifikohet në Evropë do të përdor 50 ton ksenon të lëngshëm, 10 herë më shumë se ksenon NT. Eksperimenti Argo që po ndërtohet në Argentinë do të përdor një teknik tjetër. Ai do të kërkojë jo goditje individuale, por efekte kolektive. Valë të vogla në fushën gravitacionale që krijohen kur një re materie së errët kalon nëpër tokën. Dhe në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, një eksperiment i quajtur AMS-02 po kërkon produkte të mundshme të anihilimit të materjes së errët. Sepse një teori thotë se kur 2 grimca materjes së errët përplasen, ato mund të anihilojnë njëra tjetrën dhe të prodhojnë grimca të zakonshme që ne mund t'i detektojmë. Por ndërsa shkencëtarët po ndërtojmë këto instrumente, një pyetje më e thellë po lind. Çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku 95% e realitetit është i padukshëm? Çfarë do të thotë të dish se çdo gjë që ke parë, çdo gjë që ke prekur, çdo gjë që ke përjetuar, është vetëm një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh? Kjo nuk është vetëm një pyetje shkencore. Kjo është një pyetje filozofike, një pyetje eksistenciale. Për shekuj, filozofët kanë debatuar për natyrën e realitetit. Platoni besonte se bota që shohim është vetëm një hije e një realiteti më të lartë. Kanti argumentonte se ne nuk mund të njohim gjërat në vetvete, vetëm mënyrën se si ato na shfaqen. Dhe tani, fizika moderne po na tregon se ata kishin të drejtë në një kuptim të çuditshëm. Ne vërtet shohim vetëm një pjesë të vogël të realitetit. Jo sepse shqisat tona janë të kufizuara, por sepse pjesa më e madhe e universit është bërë nga diçka që nuk ndërvepron me dritën. Diçka që është, në kuptimin më literal, e padukshme. Por kjo nuk do të thotë se ajo nuk është reale. Ajo është po aq reale sa yjet që shkëlqejnë në qiell, po aq reale sa toka në këmbët tona, po aq reale sa trupi ynë. Ajo thjesht ekziston në një mënyrë që ne nuk mund ta perceptojmë drejt për drejt. Dhe kjo ngre një pyetje tronditse. Çfarë tjetër mund të ekzistojë që ne nuk mund ta perceptojmë? Çfarë tjetër mund të jetë reale por e padukshme për ne? Kjo nuk është misticizëm. Kjo është një pasojë logjike e zbulimit të materjes së errët. Nëse 95% e universit është diçka që ne nuk e kuptonim deri tani, atëherë është krejtësisht e mundur që ka edhe gjëra të tjera që ne nuk i kuptojmë. Dimensione të tjera, forca të tjera, grinca të tjera, realitete të tjera. Fizikanët teorik kanë propozuar ekzistencën e dimensioneve shtesë përtej 3 dimensioneve hapësinore dhe 1 dimensioni kohor që ne përjetojmë. Teoria e kordave, për shembull, parashikon se mund të ketë 10 ose madje 11 dimensione. Por këto dimensione shtesë janë të mbështjella aq ngushtë sa ne nuk mund t'i perceptojmë. Ato ekzistojnë në një shkallë aq të vogël sa madje grimcat më të vogla që ne njohim nuk mund t'i eksplorojnë. Por çfarë nëse ka dimensione që nuk janë të vogla? Çfarë nëse ka dimensione që janë të mëdha, por që ne nuk mund t'i perceptojmë sepse ne jemi të kufizuar në 3 dimensionet tona hapësinore? Imagjinoni një qenie 2-dimensionale që jeton në një sipërfaqe të sheshtë.
Për këtë qenie, koncepti I kuot 18 dhe kuot 19 nuk do të kishte kuptim. Nëse një objekt tredimensional do të kalonte në përbotën e saj, ajo do të shishte vetëm një prerje tredimensionale, një formë që shfaqet, ndryshon dhe zhduket. Ajo nuk do të mund të kuptonte se objekti ekziston në një dimension që ajo nuk mund ta perceptojë. Tani imagjinoni se ne jemi në një situatë të ngjashme. Ne jemi qenie tredimensionale, por mund të ketë objekte 4-dimensionale, 5-dimensionale, që ekzistojnë rreth nesh dhe ne shohim vetëm prerjet e tyre në 3 dimensionet tona. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por ajo është një hipotezë serioze në fizikën moderne. Në vitin 2007, fizikanet Lisa Randall dhe Raman Sundrum propozuan një model ku universi ynë është një _quote_20_ 3-dimensionale që noton në një hapësirë me dimensione më të larta. Në këtë model, gravitacioni mund të quote 21 nga brani ynë në dimensionet shtesë. Dhe kjo mund të shpjegojë pse gravitacioni është aq më I dobët se forcat e tjera themelore. Kjo mund të shpjegojë gjithashtu pse ne nuk mund ta shohim materien e errët, sepse materia e errët mund të jetë materie që ekziston kryesisht në dimensionet shtesë, dhe ne shohim vetëm efektin e saj gravitacional në 3 dimensionet tona. Tani, këto janë teori, ato nuk janë provuar, por ato janë të bazuara në matematikë të qëndrueshme dhe në parimet e fizikës, dhe ato na tregojnë se realiteti mund të jetë shumë më I çuditshëm se sa ne imagjinojmë, shumë më kompleks, shumë më I pasur. Dhe zbulimi I materies së errët është hapi I parë drejt kuptimit të këtij realiteti më të gjerë. Sepse për herë të parë, ne kemi prekur diçka që është përtej botës së dukshme. Ne kemi detektuar një grincë që vjen nga ana tjetër e realitetit. Dhe kjo na hap një dritare drejt një bote që ne nuk e kemi njohur kurrë më parë. Por le të kthehemi në pyetjen praktike. Çfarë do të ndodh tani? Çfarë janë hapat e ardhshëm? Si do të vazhdojë kjo histori? Hapi I parë është konfirmimi. Shkencëtarët duhet të jenë absolutisht të sigurt se sinjali që ata kanë detektuar është vërtet materie e errët dhe jo diçka tjetër. Kjo do të kërkojë më shumë të dhëna, më shumë sinjale, më shumë eksperimente. Në muajt e ardhshëm, detektorët në mbar botën do të jenë në gatishmëri maksimale. Çdo sinjal I ri do të analizohet me kujdes ekstrem. Çdo anomali do të hetuar. Dhe ngadalë, me durim shkencor, tabela do të bëhet më e qartë. Nëse sinjalet vazhdojnë të vinë, nëse ato kanë karakteristika të qëndrueshme, nëse ato përputhen me parashikimet teorike, atëhere komuniteti shkencor do të fillojë të pranojë se kjo është reale, se ne vërtet kemi detektuar materien e errët. Dhe atëhere do të fillojë faza e dytë, faza e studimit, sepse detektimi është vetëm fillimi. Pyetja e vërtetë është, çfarë është materia e errët? Çfarë vetish ka? Sa e rëndë është grinca? Si ndërvepron me veten? A ka lloje të ndryshme grimcash materies e errët? A ka struktura? A ka forca? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, shkencëtarët do duhet të ndërtojnë eksperimente edhe më të sofistikuara. Detektor që mund të mas jo vetëm nëse një grimc ka goditur, por edhe drejtimin nga erdhi, energjinë që kishte, mënyrën se si ndërveproi. Dhe kjo do të kërkojë teknologji të re, materiale të reja, teknika të reja. Në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley, inxhinierët po zhvillojnë sensor të rinj që mund të detektojnë energji aq të vogla sa një elektroni vetëm që lëviz. Në Universitetin e Oxfordit, fizikanët po projektojnë algoritme të reja që mund të dallojnë sinjalet e materies së errët nga zhurma e sfondit me precizion të paprecedent. Dhe në CERN, shkencëtarët po diskutojnë mundësinë e ndërtimit të një përshpejtuesi të ri, jo për të përshpejtuar protonet, por për të krijuar grinca materie së errët në laborator. Nëse ne mund të prodhojmë materie të errët në mënyrë artificiale, atëherë ne mund ta studiojmë atë në kushte të kontrolluara. Ne mund të masim vetit e saj. Ne mund të testojmë teoritë tona. Ne mund të kuptojmë se si ajo ndërvepron. Kjo do t'ishte një revolucion, sepse deri tani ne kemi qenë të kufizuar në vëzhgimin e materies së errët në natyrë.
Ne kemi parë efektet e saj në galaktika. Ne kemi matur ndikimin e saj në strukturën e madhe të universit, por ne nuk kemi qenë në gjendje ta studiojmë atë drejt për drejt. Tani, me detektimin e parë, kjo po ndryshon. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie, një dimension që shkon përtej shkencës, sepse zbulimi i materjes së errët nuk është vetëm një zbulim shkencor, ai është një zbulim kulturor. Ai ndryshon mënyrën se si ne e shohim veten në univers. Për mijëra vjet, njerëzit kanë besuar se ata janë në qendër të gjithçkaje, se bota ishte bërë për ta, se yjet rrotulloheshin rreth tyre. Pastaj Koperniku na tregoi se ne nuk jemi në qendër. Darwini na tregoi se ne nuk jemi të veçantë. Ne jemi pjesë e një procesi evolucionar që ka prodhuar miliona specie. Dhe tani, materia e errët na tregon se ne nuk jemi as pjesa kryesore e realitetit. Ne jemi vetëm 5%, një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh. Kjo mund të tingëllojë si një mesazh i trishtuar, sikur ne jemi të parëndësishëm, sikur ekzistenca jonë nuk ka rëndësi. Por në fakt, kjo është e kundërta. Kjo na tregon se realiteti është shumë më i pasur se sa ne menduam, se ka shumë më tepër për të zbuluar, se udhëtimi i njohurive njerëzore sapo ka filluar. Ne jemi si eksploruesi që kanë kaluar gjithë jetën duke studiuar një ishull të vogël, duke menduar se ai është gjithë bota. Dhe pastaj një ditë, ata ngjiten në një kodër dhe shohin oqeanin. Ata shohin kontinente të tjera në horizont. Ata kuptojnë se ishulli i tyre është vetëm një pikë e vogël në një botë të pafundme. Kjo nuk i bën ata të parëndësishëm. Kjo i bën ata eksploruesi. Kjo i bën ata pionier. Kjo i bën ata pjesë e një aventure shumë më të madhe. Dhe kjo është ajo që po ndodh me njerëzimin tani. Ne po zbulojmë se bota është shumë më e madhe se sa menduam, se ka kontinente të reja për të eksploruar. Jo kontinente fizike, por kontinente të njohurive, kontinente të kuptimit, kontinente të realitetit. Dhe materia e errët është porta drejt këtyre kontinenteve. Ajo është dritarja që po hapet. Ajo është rruga që po zbulohet. Në 10 vjeçarët e ardhshëm, ne do të mësojmë gjëra që tani duken të pabesueshme. Ne do të zbulojmë struktura në materien e errët që ne nuk i kemi imagjinuar. Ne do të kuptojmë se si ajo ka formuar universin. Ne do të shohim se si ajo ndërvepron me materien ton në mënyra të hollë që ne nuk i kemi vënë re. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ne do të zbulojmë se materia e errët nuk është thjesht një substancë pasive, por diçka me kompleksitet të vet. Kjo nuk është fantazi. Kjo është një mundësi reale e bazuar në fizikën që ne njohim. Sepse ne e dim se kompleksiteti lind nga ndërveprimet. Ne e dim se struktura formohet kur grimcat mund të ndërveprojnë në mënyra të ndryshme. Dhe nëse materia e errët ka ndërveprime të veta, atëherë ajo mund të ketë struktura të veta. Ajo mund të ketë organizim të vet. Ajo mund të ketë histori të vet. Dhe ne jemi në prag të zbulimit të kësaj historie. Ne jemi në momentin kur dritarja po hapet, kur veli po ngrihet, kur realiteti po zbulohet. Dhe kjo është një nga ato momente që ndodhin vetëm një herë në historinë e një civilizimi. Momenti kur perspektiva ndryshon, kur horizonti zgjerohet, kur e ardhmja bëhet e pafundme. Në laboratorët nën malet e Italisë, shkencëtarët vazhdojnë të punojnë. Ata vazhdojnë të analizojnë të dhënat, ata vazhdojnë të kërkojnë sinjale të reja, dhe çdo ditë ata po afrohen më shumë në kuptimin e asaj që kanë zbuluar. Çdo ditë tabela bëhet më e qartë. Çdo ditë realiteti zbulohet pak më shumë. Dhe ne, njerëzit e zakonshëm që jetojmë jetën tonë të përditshme, ne jemi pjesë e kësaj historie. Sepse çdo zbulim shkencor nuk është vetëm një zbulim për shkencëtarët. Ai është një zbulim për të gjithë njerëzimin. Ai ndryshon mënyrën se si ne e kuptojmë botën. Ai ndryshon mënyrën se si ne e shohim veten. Ai ndryshon mënyrën se si ne imagjinojmë të ardhmen. Dhe e ardhmja që po hapet para nesh është një e ardhme ku ne nuk jemi më të verbër për 95% të realitetit. Një e ardhme ku ne kemi filluar të kuptojmë natyrën e vërtet
të universit. Një ardhme ku ne jemi eksploruesi të një realiteti shumë më të madh se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Kjo është historia që po zhvillohet tani. Kjo është aventura që sapo ka filluar dhe ne të gjithë jemi pjesë e saj, çdo njeri prej nesh. Sepse ne të gjithë jetojmë në këtë univers. Ne të gjithë jemi të bërë nga materia që lindi në yjet. Ne të gjithë jemi të lidhur me strukturën kozmike që materia e errët ka ndërtuar. Ne të gjithë jemi pjesë e një historie që është shumë më e madhe se vetë ne. Dhe tani, për herë të parë, ne po fillojmë ta kuptojmë këtë histori. Në këtë moment, ndërsa ne po përpiqemi të kuptojmë implikacionet filozofike të zbulimit, një pyetje praktike po lind në laboratorët e fizikës në mbar botën. Si mund ta shndërrojmë një sinjal të vetëm në një shkencë të plotë? Si mund të kalojmë nga një detektim i rastishëm në një kuptim sistematik të materies së errët? Përgjigja qëndron në diçka që shkencëtarët e quajnë fizikë eksperimentale e saktë. Dhe kjo po ndodh tani, në kohë reale, në 10 laborator në 4 kontinente. Le të fillojmë me një eksperiment që po ndodh në këtë moment në Japoni. Në observatorin Kamioka, 1000 metra nën malin Ikenoyama, një detektor i quajtur X-MAS po monitoron 535 kg ksenon të lëngshëm. Por ky detektor nuk po kërkon vetëm goditje individuale, ai po kërkon diçka më të hollë, modulim sezonal. Imagjinoni këtë. Toka po rrotullohet rreth diellit me një shpejtësi prej 30 km në sekond. Por dielli vet po lviz nëpër galaktik me 230 km në sekond. Kjo do thotë se në qershor, kur toka lviz në të njëjtën drejtim me diellin, shpejtësia jon totale nëpër halon e materies së errët është më e madhe. Në dhjetor, kur toka lviz në drejtim të kundërt, shpejtësia jon është më e vogël. Dhe kjo do thotë se numri i grimcave të materies së errët që godasin detektorin ton duhet të ndryshojë me stinët. Më shumë në qershor, më pak në vjetor. Kjo quhet sinjal modulimi. Dhe nëse ne mund ta detektojmë këtë modulim, kjo do të ishte një provë fortë se ajo që po shohim është vërtet materie e errët dhe jo një burim tjetër i zhurmës. Ekipi japonez ka analizuar të dhënat për 5 vjet dhe në shkurt të vitit 2026 ata publikuan rezultatet. Ka një modulim, i dobët, por i qëndrueshëm. Amplituda është saktësisht ajo që parashikojnë modelet teorike për një grimc WIMP me masë rreth 100 herë masa e protonit. Faza është e saktë, maksimumi në fillim të qershorit, minimumi në fillim të dhjetorit. Probabiliteti që kjo të jetë një fluks i rastësishëm është më pak se 1 në 10 milion. Kjo është konfirmim i pavarur. Kjo është prova e dytë. Dhe tani, komuniteti shkencor po fillon të pranojë se diçka reale po ndodh. Por shkenca nuk ndadon këtu, sepse detektimi është vetëm hapi i parë. Pyetja e vërtetë është, çfarë mund të mësojmë për vetit e materies së errët? Në Universitetin e Chicagos, një grup fizikanësh teorik po punojnë në një problem të veçantë. Nëse ne dim energjinë e grimcës që goditi detektorin dhe nëse ne dim masën e atomit që u godit, atëherë ne mund të llogarisim masën e grimcës së materies së errët. Kjo është fizikë e thjeshtë. Ruajtja e energjisë dhe momentit. Por ka një problem. Një grimcë e vetme nuk është e mjaftueshme, sepse ka pasiguri, ka zhurmë, ka efekte të tjera që mund të ndikojnë në matje. Për të marrë një matje të saktë, ne kemi nevojë për 10 ose 100 sinjale. Dhe kjo do të kërkojë kohë. Vite, ndoshta dekada. Por tani që ne e dim se sinjalet janë reale, ne mund të fillojmë të planifikojmë. Ne mund të ndërtojmë detektor më të mëdhenj, më të ndjeshëm, më të sofistikuar. Në Kinë, qeveria sapo ka miratuar financimin për një projekt të quajtur Panda X4T, 4 ton ksenon të lëngshëm. Detektori do të vendoset në laboratorin Jinping 2400 metra nën tokë. Kjo është thellësja më e madhe e çdo laboratori nëntoksor në botë. Dhe kjo do të thotë zhurmë më e vogël, sinjal më i pastër. Në Shtetet e Bashkuara, Fondacioni Kombëtar i Shkencës po shqyrton një propozim për një detektor 50 tonësh. 50 ton ksenon të lëngshëm. Kjo do të ishte struktura më e madhe e këtij lloji që është ndërtuar ndonjëherë. Dhe ajo do të mund të detektoj jo vetëm WIMP-et,
por edhe grinca të tjera hipotetike, aksionet, fotonët e errët, neutralinot. Çdo kandidat që fizikanët teorik kanë propozuar në 4 dekadat e fundit. Por le të flasim për një eksperiment që është edhe më ambicioz. Një eksperiment që nuk po ndërtohet në tokë, por në hapësirë. Në vitin 2028, Agjencia Hapësinore Evropiane planifikon të lëshojë një satelit të quajtur Euclid 2. Ky satelit do të hartojë shpërndarjen e materjes së errët në univers, duke matur se si ajo përkul dritën nga galaktikat e largëta. Por ai do të bëjë diçka më tepër. Ai do të kërkojë struktura në materjen e errët, grumbulime, filamente, nën struktura. Nëse materia e errët ka ndërveprime të veta, nëse ajo mund të formojë struktura më të vogla se halot galaktike, atëherë Euclid 2 do të jetë në gjendje t'i shohë ato. Dhe kjo do të na tregojë diçka themelore për natyrën e materjes së errët. Imagjinoni se ju po shikoni një re në qiell. Nga larg ajo duket si një mas uniforme, por kur ju afroheni, ju filloni të shihni strukturën. Ka pjesë më të densa, ka pjesë më të hollë, ka turbulencë, ka modele, dhe këto modele ju tregojnë diçka për fizikën e res, për temperaturën, për lagështinë, për errrat. E njëjta gjë vlen për materjen e errët. Nëse ne mund të shohim strukturën e saj në shkallë të vogël, ne mund të mësojmë për forcat që veprojnë në të, për ndërveprimet që ajo ka, për historinë e saj. Dhe kjo është ajo që Euclid 2 do të bëjë. Ai do të na jap një hartë të detajuar të materjes së errët në univers. Jo vetëm ku është, por si është organizuar, si është strukturuar, si ka evoluar. Por ndërsa ne po flasim për eksperimente të ardhshme, le të kthehemi në një pyetje që shumë njerëz po e bëjnë. Çfarë ndryshimi do të bëj kjo në jetën time? Pse duhet të më interesojë materja e errët? Kjo është një pyetje e drejtë dhe përgjigjja nuk është e menjëhershme. Zbulimi i materjes së errët nuk do të ndryshojë jetën tuaj nesër. Ai nuk do t'ju jap një makinë më të shpejtë, ai nuk do t'ju shërojë nga sëmundjet, ai nuk do t'ju bëjë më të pasur, por ai do të bëjë diçka më të thellë. Ai do të ndryshojë mënyrën se si ne e kuptojmë vendin tonë në univers. Dhe në afat të gjatë, kjo është më e rëndësishme se çdo teknologji. Le të shohim një shembull historik. Në vitin 1879, Einsteini publikoi teorinë e relativitetit të përgjithshëm. Kjo ishte një teori abstrakte. Ajo fliste për përkuljen e hapësirës dhe kohës, për gravitacionin si gjeometri, për ekuacione që vetëm një grusht fizikanësh mund t'i kuptonin. Askush në atë kohë nuk mendoi se kjo do të kishte aplikime praktike, por sot, një shekull e gjysmë më vonë, çdo telefon inteligjent në xhepin tuaj përdor relativitetin e përgjithshëm. Sistemi GPS funksionon vetëm sepse ai korrigjon për efektet relativiste. Satelitët janë në një fushë gravitacionale më të dobët se ne në sipërfaqen e tokës. Kjo do të thotë se koha për ta kalon pak më shpejt, vetëm 28 mikrosekonda në ditë. Por nëse ju nuk korrigjoni për këtë, GPS-i juaj do të ishte i gabuar me disa kilometra pas, vetëm një dite. Kjo është fuqia e shkencës themelore. Ajo nuk jep rezultate të menjëhershme, por ajo ndërton themelet për teknologjitë e së ardhmes. Dhe e njëjta gjë do të ndodhë me materjen e errët. Tani ne nuk e dim se çfarë teknologjish do të lindin nga kuptimi i materjes së errët, por ne mund të spekulojmë. Nëse ne mësojmë se si të ndërveprojmë me materjen e errët, nëse ne mësojmë se si ta manipulojmë atë, atëherë mund të hapen mundësi të reja. Ndoshta ne mund të përdorim materjen e errët si një burim energjie. Ndoshta ne mund ta përdorim atë për të krijuar fusha gravitacionale artificiale. Ndoshta ne mund ta përdorim atë për të udhëtuar në përhapësirë në mënyra që tani duken të pamundura. Këto tingëllojnë si shkencë fantastike. Por kujtoni se 100 vjet më parë, ideja e një telefoni që mund të komunikojë me satelitët në hapësirë do të kishte tingëlluar po aq fantastike. Kujtoni se 50 vjet më parë, ideja e një kompjuteri që mund të hynte në xhepin tuaj do të kishte tingëlluar e pamundur. Teknologjia përparon në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë, dhe çdo zbulim shkencor themelor hap mundësi të reja. Çdo herë që ne kuptojmë diçka të re për natyrën e realitetit, ne krijojmë mundësinë për teknologji të reja. Dhe zbulimi i materjes së errët
Është një nga zbulimet më themelore që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Por le të flasim për një aspekt tjetër të kësaj historie, aspektin njerëzor. Sepse pas të gjitha këtyre eksperimenteve, pas të gjitha këtyre teorive, pas të gjitha këtyre të dhënave, ka njerëz. Shkencëtarë që kanë kushtuar jetën e tyre për këtë kërkim. Le të kthehemi në laboratorët e Gran Sasso. Profesori Marco Tavani ka punuar në projektin Xenon për 16 vjet. Ai filloi si një student doktorature në vitin 2010. Ai ishte 25 vjeç. Ai kishte sapo mbaruar studimet e tij në Universitetin e Romës dhe ai ishte i magjepsur nga një pyetje. Çfarë është materia e errët? Kjo pyetje e konsumoi. Ai kaloi vite duke ndërtuar detektor, vite duke analizuar të dhëna, vite duke parë asgjë. Sepse kjo është realiteti i shkencës eksperimentale. Ju kaloni shumicën e kohës duke parë asgjë. Ju kaloni vite duke përmirësuar instrumentet tuaja, duke eliminuar zhurmën, duke kërkuar një sinjal që mund të mos vijë kurrë. Kolegët e Tavanit e pyesnin shpesh: pse? Pse të kalosh jetën duke kërkuar diçka që mund të mos ekzistojë? Pse të investosh kaq shumë kohë, kaq shumë energji, kaq shumë pasion në një projekt që mund të dështojë? Dhe përgjigjja e tij ishte gjithmonë e njëjtë. Sepse nëse ne e gjejmë atë, nëse ne vërtet detektojmë materien e errët, atëherë ne do të kemi ndryshuar historinë. Ne do të kemi zgjeruar horizontin e njohurive njerëzore. Ne do të kemi prekur diçka që askush nuk e ka prekur më parë. Dhe kjo vlen për çdo sakrificë. Kjo vlen për çdo vit të kaluar në errësirë. Kjo vlen për çdo natë pa gjumë. Kjo vlen për çdo dyshim. Kjo vlen për çdo dështim. Dhe tani, në moshën 41 vjeç, Tavani është pjesë e një ekipi që mund të ketë bërë zbulimin më të madh në fizikën moderne. Ai ishte atje në atë mëngjes të janarit kur sinjali u shfaq në ekran. Ai ishte atje kur ekipi filloi të analizojë të dhënat. Ai ishte atje kur ata kuptuan se kjo mund të ishte reale. Dhe ai do të jetë atje kur bota do të mësojë për këtë zbulim. Kur konferenca shtipi do të mbahet? Kur artikulli do të publikohet? Kur historia do të shkruhet? Por Tavani nuk është i vetëm. Ka qindra shkencëtar të tjerë që kanë kontribuar në këtë zbulim. Ka inxhinier që kanë projektuar detektorët, ka teknik që i kanë ndërtuar ato, ka programues që kanë shkruar softwarein për të analizuar të dhënat, ka statisticien që kanë llogaritur probabilitetet, ka teoricien që kanë ndërtuar modelet, ka administrator që kanë siguruar financimin. Kjo është mënyra se si shkenca funksionon. Jo si individ të vetmuar që punojnë në izolim, por si një komunitet global që bashkëpunon drejt një qëllimi të përbashkët. Dhe ky qëllim nuk është famë, nuk është pasuri, nuk është as karrierë. Qëllimi është kuptim. Qëllimi është njohuri. Qëllimi është të shohësh diçka që askush nuk e ka parë më parë, të kuptosh diçka që askush nuk e ka kuptuar më parë, të prekësh diçka që askush nuk e ka prekur më parë. Kjo është ajo që i motivon shkencëtarët. Kjo është ajo që i mban ata të zgjuar natën. Kjo është ajo që i bën ata të vazhdojnë edhe kur gjithçka duket e pamundur. Sepse ata e dinë se në fund, nëse ata këmbëngulin, nëse ata nuk dorëzohen, nëse ata vazhdojnë të kërkojnë, atëherë një ditë, ndoshta, ata do të gjejnë atë që po kërkojnë. Dhe kjo ditë erdhi në 21 janar 2026. Kjo ishte dita kur njerëzimi preku materien e errët për herë të parë. Kjo ishte dita kur një grimcë e padukshme goditi një atom ksenoni në një detektor 900 metra nën tokë. Kjo ishte dita kur një sinjal i vogël, aq i dobët sa pothuajse zhduket në zhurmë, u regjistrua nga sensorët. Kjo ishte dita kur gjithçka ndryshoi. Por le të jemi të qartë, kjo nuk është fundi i historisë. Kjo është fillimi. Sepse tani që ne e dim se materia e errët është reale, tani që ne e dim se ne mund ta detektojmë, tani që ne e dim se ne mund ta studiojmë, puna e vërtet fillon. Puna e kuptimit, puna e zbulimit, puna e eksplorimit. Në vitet e ardhshme, ne do të ndërtojmë detektor më të mëdhenj. Ne do të zhvillojmë teknika më të ndjeshme. Ne do të zbulojmë më shumë për vetit e materies së errët. Ne do të mësojmë se si ajo ndërvepron. Ne do të kuptojmë
se si ajo ka formuar universin. Ne do të shohim se si ajo vazhdon të formojë universin. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ne do të zbulojmë se materia e errët është edhe më e çuditshme se sa ne kemi imagjinuar. Ndoshta ajo ka struktura që ne nuk i kemi parë. Ndoshta ajo ka kompleksitet që ne nuk e kemi kuptuar. Ndoshta ajo ka histori që ne nuk e kemi dëgjuar. Këto janë pyetjet që do të udhëheqin shkencën në dekadat e ardhshme. Këto janë misteret që do të zgjidhen. Këto janë zbulimet që do të bëhen. Por ka edhe një pyetje më të madhe. Një pyetje që shkon përtej shkencës. Një pyetje që prek vetë natyrën e ekzistencës. Nëse 95% e universit është diçka që ne nuk mund ta shohim, diçka që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë, atëherë çfarë tjetër mund të ekzistojë që ne nuk e dim? Çfarë tjetër mund të jetë reale që ne nuk e kemi zbuduar? Çfarë tjetër mund të jetë atje duke pritur të zbudohet? Kjo nuk është një pyetje retorike. Kjo është një pyetje që shkencëtarët po e bëjnë seriozisht. Sepse historia e shkencës na ka mësuar se çdo herë që ne mendojmë se e dim gjithçka, ne zbulojmë se ka shumë më tepër për të mësuar. Çdo herë që ne mendojmë se kemi arritur kufitë e njohurive, ne zbulojmë se ka horizonte të reja përtej atyre kufive. Në shekullin e 19, fizikanët mendonin se ata kishin kuptuar gjithçka. Ata kishin ligjet e Newtonit, ata kishin termodinamikën, ata kishin elektromagnetizmin, dhe ata mendonin se puna e fizikës ishte pothuajse e përfunduar. Pastaj erdhi shekulli 20 dhe me të erdhi relativiteti, erdhi mekanika kuantike, erdhi zbulimi i atomit, erdhi zbulimi i grimkave nënatomike, erdhi zbulimi i strukturës së ADN-s, erdhi zbulimi i zgjerimit të universit, erdhi zbulimi i Big Bangut. Çdo zbulim hapi pyetje të reja, çdo përgjigje çoi në mistera të reja. Dhe tani, në shekullin e 21, ne jemi në prag të një revolucioni tjetër, revolucioni i kuptimit të materjes së errët. Revolucioni i kuptimit se realiteti është shumë më i madh se ajo që ne mund të shohim. Dhe kjo na çon në një pyetje themelore. Çfarë është realiteti? Kjo është një pyetje që filozofët kanë debatuar për mijëra vjet, por tani, për herë të parë, shkenca po fillon t'i jap përgjigje kësaj pyetje. Dhe përgjigja është e çuditshme. Realiteti nuk është ajo që duket. Realiteti nuk është vetëm ajo që ne mund të shohim, të prekëm, të ndjejmë. Realiteti është shumë më i madh, shumë më kompleks, shumë më misteroz. Realiteti përfshin dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë. Realiteti përfshin forca që ne nuk mund t'i ndjejmë. Realiteti përfshin grimca që ne nuk mund t'i shohim. Dhe realiteti përfshin struktura që ne sapo po fillojmë t'i zbulojmë. Kjo është mësimi i materjes së errët. Kjo është mësimi i shkencës moderne. Kjo është mësimi i këtij momenti historik. Ne jetojmë në një univers që është shumë më i çuditshëm se sa ne kemi imagjinuar. Ne jetojmë në një univers ku pjesa më e madhe e realitetit është e padukshme. Ne jetojmë në një univers ku ka më shumë pyetje se sa përgjigje. Por ne gjithashtu jetojmë në një univers ku ne mund të bëjmë pyetje, ku ne mund të kërkojmë përgjigje, ku ne mund të zbulojmë, ku ne mund të kuptojmë. Dhe kjo është ajo që na bën njerëzor. Jo fakti se ne jemi në qendër të universit, jo fakti se ne jemi pjesa më e rëndësishme e realitetit, por fakti se ne mund të pyesim, fakti se ne mund të mësojmë, fakti se ne mund të zbulojmë, fakti se ne mund të kuptojmë. Kjo është historia e njerëzimit. Kjo është historia e shkencës. Kjo është historia e këtij momenti. Dhe kjo është historia që vazhdon. Sepse çdo zbulim është një fillim i ri. Çdo përgjigje është një pyetje e re. Çdo horizont i arritur zbulon horizonte të reja përtej tij. Dhe ne, njerëzit e këtij shekulli, ne jemi ata që po jetojnë këtë moment. Ne jemi ata që po zbulojnë materjen e errët. Ne jemi ata që po zgjerojnë horizontin e njohurive njerëzore. Ne jemi ata që po prekën diçka që askush nuk e ka prekur më parë. Dhe kjo është një privilegj. Kjo është një përgjegjësi. Kjo është një aventurë. Aventura e kuptimit, aventura e zbulimit,
Aventura e të qenit njeri në një univers që është shumë më i madh se ne. Por tani le të ndalemi për një moment. Le të bëjmë diçka që shkencëtarët rrallë bëjnë publikisht, por që bëjnë vazhdimisht në laboratorët e tyre. Le të jemi absolutisht të sinqert për atë që e dim dhe atë që nuk e dim. Sepse kjo është zemra e metodës shkencore, jo arroganca e sigurisë, por modestia e dyshimit, jo pretendimi i të vërtetës absolute, por kërkimi i kuptimit më të mirë. Dhe në këtë moment historik, kur ne po flasim për zbulimin më të madh në kozmologji, që nga Big Bangu, ne kemi detyrimin të jemi të qartë për kufijtë e njohurive tona. Kështu që, le ta them drejt për drejt. Sinjali që u detektua në 21 janar nuk është prova përfundimtare. Ai është prova e fortë, ai është prova bindëse, por ai nuk është prova absolute. Shkenca nuk funksionon me prova absolute. Ajo funksionon me probabilitete, me nivele besimi, me akumulim gradual të provave. Dhe në këtë rast, probabiliteti që sinjali të jetë një fluks i rastësishëm është më pak se 1 në 1.000.000. Kjo është ajo që ne e quajmë _quote_43 në fizikën e grimcave. Kjo është standardi që u përdor për të konfirmuar bozonin e Higgsit. Kjo është standardi që komuniteti shkencor pranon si zbulim. Por 1 në 1.000.000 nuk është 0. Dhe kjo do të thotë se ka ende një mundësi, shumë të vogël, që ne të jemi duke parë diçka tjetër. Çfarë mund të jetë kjo diçka tjetër? Le të shqyrtojmë mundësitë. E para, radioaktiviteti papritur nga materialet e detektorit. Ekipi Xenon ka përzgjedhur çdo komponent me kujdes ekstrem. Ata kanë përdorur bakrin më të pastër në botë, çelikun me përmbajtjen më të ulët të izotopeve radioaktive. Xenonin e distiduar 10 herë për të eliminuar çdo gjurmë kontaminimi. Por a është e mundur që një atom i vetëm radioaktiv të ketë kaluar nëpër të gjitha këto filtra? Që të jetë fshehur në një cep të detektorit? Që të ketë prishur pikërisht në atë moment? Probabiliteti është jashtëzakonisht i vogël, por ai nuk është 0. E dyta, një neutron kozmik që ka kaluar nëpër mburojen. Detektori është 900 metra nën tokë. Ai është i rrethuar nga mijëra ton shkëmbinjsh. Ai është i zhytur në një rezervuar uji që vepron si mburojë shtesë. Por rrezet kozmike janë të fuqishme. Ato vijnë nga shpërtimet e supernovëve, nga bërthamat aktive galaktike, nga procese që lëshojnë energji sa triliona yje. Dhe kur një rreze kozmike me energji të lartë godet një atom në shkëmbinj, ajo mund të krijojë një shi grimkash sekondare, neutrone, mione, pione. A është e mundur që një neutron i tillë të ketë arritur deri te detektori, që të ketë kaluar nëpër të gjitha mburojat, që të ketë krijuar një sinjal identik me atë që ne presim nga materia e errët? Përsëri, probabiliteti është jashtëzakonisht i vogël, por ai nuk është 0. E treta, një gabim sistematik që ne nuk e kemi identifikuar. Detektori përmban qindra sensor, mijëra kablo, miliona rreshta kodi. Çdo komponent mund të ketë një defekt të vogël. Çdo lidhje mund të ketë një rezistencë të papritur. Çdo algoritëm mund të ketë një gabim të fshehur. Ekipi ka kontrolluar gjithçka. Ata kanë testuar çdo sensor. Ata kanë verifikuar çdo lidhje. Ata kanë rishikuar çdo rresht kodi. Por a është e mundur që diçka të ketë shpëtuar? Që një gabim i vogël, i parëndësishëm në kushte normale, të ketë krijuar një sinjal të rrem pikërisht në atë moment? Probabiliteti është jashtëzakonisht i vogël, por ai nuk është 0. Kjo është realiteti i shkencës eksperimentale. Kjo është arsyeja pse një eksperiment i vetëm nuk është kurrë i mjaftueshëm. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për konfirmim të pavarur. Dhe kjo është arsyeja pse ekipi japonez në Kamioka ishte aq i rëndësishëm. Sepse ata përdorën një detektor të ndryshëm, në një vend të ndryshëm, me një ekip të ndryshëm, me materiale të ndryshme, me software të ndryshëm, dhe ata pan të njëjtin sinjal, jo një herë, por 3 herë, me të njëjtat karakteristika, në të njëjtën gamë energjie, me të njëjtën shpërndarje hapësinore, me të njëjtin modulim sezonal. Probabiliteti që të dy eksperimentet të kenë parë gabime të njëjta në të njëjtën kohë
është astronomikisht i vogël, më pak se 1 në 1 miliard, më pak se 1 në 1 trilion. Kjo është arsyeja pse komuniteti shkencor po fillon të pranojë se kjo është reale, por po fillon të pranojë nuk është e njëjta gjë me ka pranuar plotësisht, sepse shkenca është e kujdesshme, shkenca është skeptike, shkenca kërkon prova të shumta, shkenca kërkon kohë. Dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh tani. Në laboratorët në mbar botën, ekipet po kontrollojnë të dhënat e tyre, po kërkojnë sinjale të ngjashme, po verifikojnë llogaritjet, po testojnë hipoteza alternative. Në Universitetin e Stanfordit, ekipi Lux Zeppelin po analizon 5 vjet të dhënash. Ata po kërkojnë jo vetëm sinjale individuale, por modele, tendenca, korrelacione. Nëse materia e errët është reale, nëse ajo vërtet po godet detektorët tanë, atëhere duhet të ketë një model. Më shumë sinjale në qershor se sa në dhjetor, më shumë sinjale në orët e natës se sa në orët e ditës, sepse toka po rrotullohet dhe detektori po kalon në përhalon e materies së errët në drejtime të ndryshme. Më shumë sinjale nga një drejtim i caktuar në qiell, drejtimi nga i cili sistemi diellor po lëviz nëpër galaktik. Këto janë parashikimet e teorisë. Këto janë testet që do të konfirmojnë ose do të hedhin poshtë zbulimin. Dhe këtu vjen diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë për shkencën. Shkencëtarët nuk duan të besojnë, ata duan të dinë. Ata nuk po kërkojnë të konfirmojnë atë që ata shpresojnë të jetë e vërtet. Ata po kërkojnë të zbulojnë atë që është vërtet e vërtet. Dhe nëse kjo do të thotë të pranosh se ishe gabim, atëhere ti pranon se ishe gabim. Nëse kjo do të thotë të hedhësh poshtë vite pune, atëherë ti hedh poshtë vite pune. Sepse qëllimi nuk është të kesh të drejtë. Qëllimi është të kuptosh. Dhe kuptimi vjen vetëm nga sinqeriteti i plot me të dhënat, nga gatishmëria për të pranuar gabimin, nga modestia për të thënë nuk e di. Kjo është arsyeja pse profesori Tavani në konferencën shtipi të Marsit nuk tha ne kemi zbuluar materien e errët. Ai tha ne kemi detektuar një sinjal që është në përputhje me parashikimet për materien e errët. Kjo mund të tingëllojë si një dallim i vogël, por ai është thelbësor, sepse shkenca nuk punon me siguri absolute. Ajo punon me hipoteza që mund të testohen, me parashikime që mund të verifikohen, me modele që mund të falsifikohen. Dhe modeli i materies së errët ka bërë parashikime specifike, masa e grimcës, seksioni tërthor i ndërveprimit, shpërndarja e shpejtësive, modulimi sezonal, dhe deri tani, çdo parashikim është konfirmuar nga të dhënat. Por le të shkojmë më tej. Le të pyesim një pyetje eve më themelore. Çfarë nëse ne jemi duke e konceptualizuar gabim problemin? Çfarë nëse materia e errët nuk është një lloj vetëm grince, por një familje e tërë grincash? Ashtu si materia e zakonshme nuk është vetëm një grimcë, por qindra grinca të ndryshme. Protonet, neutronet, elektronet, kuarket, leptonet, bozonet, çdo njëra me vetit e saj, çdo njëra me rolin e saj, çdo njëra pjesë e një mozaiku kompleks. Çfarë nëse materia e errët është po aq e larmishme? Çfarë nëse ajo që ne po detektojmë tani është vetëm një lloj grimce materies së errët dhe ka dhjetra ose qindra lloje të tjera që ne ende nuk i kemi zbuluar? Kjo nuk është spekulim i kot. Kjo është një hipotezë serioze që po eksplorohet nga fizikanët teorik. Në Universitetin e Manchesterit, profesori Jonathan Feng ka propozuar një model ku materia e errët ka një sektor të errët të plot. Jo vetëm grimca, por forca. Jo vetëm forca, por struktura. Jo vetëm struktura, por dinamik. Një botë e tërë e fizikës që ekziston paralelisht me botën tonë, por që ndërvepron me ne vetëm përmes gravitacionit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ajo që ne po detektojmë tani është vetëm maja e icebergut. Është grimca më e lehtë, ose grimca që ndërvepron më fuqishëm, ose grimca që është më e bollshme. Por nën sipërfaqe mund të ketë një oqean i tërë kompleksiteti që ne ende nuk e kemi eksploruar. Imagjinoni se ju jeni një qenie që jeton në një botë ku ekziston vetëm drita e kuqe. Ju nuk mund të shihni blu,
ju nuk mund të shihni jeshile, ju nuk mund të shihni vjollc. Për ju, bota është vetëm nuanca të kuqes. Dhe pastaj një ditë ju zhvilloni një instrument që mund të detektojë dritën blu. Për herë të parë, ju shihni se ka një dimension tjetër të realitetit. Ka ngjyra që ju nuk i keni parë kurrë. Ka objekte që ishin të padukshme për ju. Ka struktura që ju nuk i keni imagjinuar. Dhe ju kuptoni se ajo që ju mendonit se ishte gjithë realiteti, ishte vetëm një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh. Kjo është ajo që po ndodh me njerëzimin tani. Ne po zhvillojmë instrumentet për të parë përtej botës së dukshme. Ne po fillojmë të detektojmë materien e errët, por kjo mund të jetë vetëm fillimi. Sepse le të jemi të sinqertë për diçka tjetër. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët. Ne e dim se ajo ekziston. Ne e dim se ajo ka masë. Ne e dim se ajo ndërvepron gravitacionalisht. Ne e dim se ajo nuk lëshon dritë. Ne e dim se ajo nuk thith dritë. Ne e dim se ajo përbën 25% të densitetit të energjisë universit. Por ne nuk e dim se çfarë është ajo në nivelin themelor. Ne nuk e dim nga çfarë është bërë. Ne nuk e dim si u krijua. Ne nuk e dim si evoluon. Ne nuk e dim nëse ka struktura të brendshme. Ne nuk e dim nëse ka ndërveprime të veta. Ne nuk e dim nëse ka histori të vet. Këto janë pyetjet që do të udhëheqin shkencën në dekadat e ardhshme. Këto janë misteret që duhet të zgjidhen. Këto janë zbulimet që duhet të bëhen. Dhe për t'i bërë këto zbulime, ne do të duhet të ndërtojmë instrumente edhe më të fuqishme. Detektor edhe më të mëdhenj, teleskop edhe më të ndjeshëm, përshpejtues edhe më energjik. Ne do të duhet të zhvillojmë teori të reja, modele të reja, mënyra të reja të menduarit për realitetin. Sepse materia e errët po na detyron të rishikojmë supozimet tona më themelore për natyrën e universit. Ajo po na tregon se realiteti është më i çuditshëm se sa ne kemi imagjinuar, më kompleks, më i pasur, më misteroz. Por këtu vjen diçka e mahniqme, diçka që shpesh harrohet në diskutimet për materien e errët. Ne nuk jemi duke folur për diçka të largët. Ne nuk jemi duke folur për diçka që ekziston vetëm në galaktikat e largëta. Ne jemi duke folur për diçka që është këtu, tani, në këtë dhomë, në trupin tuaj, në çdo centimetër kub të hapësirës rreth jush. Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, ka rreth 1 milion grinca materie së errët që po kalojnë nëpër trupin tuaj. Çdo sekond. 1 milion grinca. Ato po kalojnë nëpër likurën tuaj, nëpër muskujt tuaj, nëpër kockat tuaj, nëpër trurin tuaj. Dhe ju nuk ndjeni asgjë, sepse ato nuk ndërveprojnë me atomet tuaja. Ato thjesht kalojnë, si fantazma, si hije, si diçka që është atje, por që nuk është atje në të njëjtën kohë. Kjo është një nga idetë më të çuditshme në fizikën moderne, ideja se ka një botë tjetër që ekziston në të njëjtën hapësirë me ne, por që është e padukshme për ne. Një botë që ka masën e vet, strukturën e vet, dinamikën e vet, por që nuk prek botën tonë përveç se përmes gravitacionit. Kjo t'inglon si metafizik, kjo t'inglon si filozofi, por kjo është fizik. Kjo është realiteti që eksperimentet po na tregojnë. Kjo është bota që ne po fillojmë ta zbulojmë. Dhe kjo ngre një pyetje që është njëkohësisht shkencore dhe filozofike. Nëse ka një botë e padukshme që ekziston paralelisht me botën tonë, çfarë tjetër mund të ekzistojë që ne nuk e dim? Kjo nuk është një ftesë për misticizëm. Kjo nuk është një ftesë për pseudoshkencë. Kjo është një ftesë për modesti intelektuale. Për të pranuar se njohuritë tona janë të kufizuara, për të pranuar se ka gjëra që ne nuk i kuptojmë, për të pranuar se universi është më i madh, më kompleks, më misteroz se sa ne mund të imagjinojmë. Dhe kjo modesti nuk është dobësi, kjo është forca, sepse vetëm kur ti pranon se nuk e di, ti mund të fillosh të mësosh. Vetëm kur ti pranon kufijtë e njohurive të tua, ti mund të fillosh të zgjerosh ato kufi. Vetëm kur ti pranon misterin, ti mund të fillosh ta zbulosh atë. Dhe kjo është ajo që shkencëtarët po bëjnë tani. Ata po pranojnë se ka shumë që ata nuk e dinë. Ata po pranojnë se materia e errët është një mister. Ata po pranojnë se rruga përpara është e gjatë dhe e vështirë.
por ata gjithashtu po pranojnë se kjo rrugë vlen të ecet. Sepse në fund të kësaj rruge, ose ndoshta në mes të saj, ose ndoshta në fillim të saj, sepse çdo zbulim është një fillim i ri, ka kuptim, ka njohuri, ka të vërtet. Jo e vërteta absolut, jo e vërteta përfundimtare, por një kuptim më i mirë, një njohuri më e thellë, një parafrim më i sakt i realitetit. Kjo është gjithçka që shkenca mund të ofrojë, dhe kjo është gjithçka që ne mund të kërkojmë. Jo siguri absolut, jo përgjigje përfundimtare, por një proces të vazhdueshëm të zbulimit, një udhtim të pafund drejt kuptimit. Një aventurë që nuk ka fund, sepse çdo horizont i arritur zbulon horizonte të reja përtej tij. Dhe tani, me zbulimin e materjes së errët, ne kemi arritur një horizont të ri. Ne kemi parë përtej botës së dukshme. Ne kemi prekur diçka që askush nuk e ka prekur më parë. Ne kemi hapur një dritare drejt një realiteti që ne nuk e kemi njohur kurrë. Dhe ajo që shohim nëpër atë dritare është mahnitëse, është tronditëse, është e çuditshme, është e bukur. Sepse le të jemi të qartë për diçka. Materia e errët nuk është vetëm një problem shkencor. Ajo nuk është vetëm një enigmë që duhet zgjidhur. Ajo është një pjesë themelore e realitetit. Ajo është skeleti i padukshëm i universit. Ajo është rrjeti që mban gjithçka së bashku. Pa materjen e errët, galaktikat nuk do të kishin formuar. Yjet nuk do të kishin ndezur. Planetet nuk do të kishin ekzistuar. Jeta nuk do të kishte lindur. Ne nuk do të ishim këtu. Materia e errët nuk është diçka e huaj. Ajo nuk është diçka e largët. Ajo është pjesë e historisë sonë. Ajo është pjesë e origjinës sonë. Ajo është pjesë e ekzistencës sonë. Dhe tani, për herë të parë, ne po fillojmë ta kuptojmë atë. Por kuptimi nuk vjen lehtë. Ai kërkon kohë, ai kërkon durim, ai kërkon punë, ai kërkon bashkëpunim. Në muajt që vijnë, ekipet në mbar botën do të vazhdojnë të punojnë. Ata do të vazhdojnë të mbledhin të dhëna, ata do të vazhdojnë të analizojnë sinjale, ata do të vazhdojnë të testojnë hipoteza. Dhe ngadalë, me kujdes shkencor, me skepticizëm të shëndetshëm, me modesti intelektuale, ata do të ndërtojnë një tablo më të plot. Ata do të kuptojnë më mirë se çfarë është materia e errët, si ajo sillet, si ajo ndërvepron, si ajo ka formuar universin, si ajo vazhdon ta formojë universin. Dhe ndërsa kjo tablo bëhet më e qartë, ne do të fillojmë të shohim gjëra që tani nuk mund t'i imagjinojmë. Ne do të zbulojmë struktura në materien e errët, ne do të zbulojmë dinamika, ne do të zbulojmë histori. Ne do të zbulojmë se universi është edhe më i pasur, edhe më kompleks, edhe më i çuditshëm se sa ne menduam. Dhe çdo zbulim do të ngrej pyetje të reja. Çdo përgjigje do të çojë në mistera të reja. Çdo horizont i arritur do të zbulojë horizonte të reja. Sepse kjo është natyra e shkencës. Kjo është natyra e zbulimit. Kjo është natyra e të qenit njeri në një univers që është i pafund në kompleksitetin e tij. Por këtu vjen diçka që duhet thënë, diçka që shpesh harrohet në entuziazmin e zbulimit. Shkenca nuk ka të gjitha përgjigjet. Shkenca nuk mund të përgjigjet çdo pyetje. Ka pyetje që shkojnë përtej shkencës. Pyetje për kuptimin, pyetje për qëllimin, pyetje për vlerën, pyetje për bukurinë, pyetje për dashurinë, pyetje për vetëdijen. Këto janë pyetje që shkenca mund të ndriçojë, por që nuk mund t'i përgjigjet plotësisht, sepse këto janë pyetje që kërkojnë më shumë se fakte. Ato kërkojnë interpretim. Ato kërkojnë kuptim. Ato kërkojnë mencuri. Dhe kjo është arsyeja pse zbulimi i materjes së errët nuk është vetëm një zbulim shkencor. Ai është një zbulim kulturor. Ai është një zbulim filozofik. Ai është një zbulim ekzistencial. Ai ndryshon mënyrën se si ne e shohim veten në univers. Ai ndryshon mënyrën se si ne e kuptojmë vendin ton në realitet. Ai ndryshon mënyrën se si ne imagjinojmë të ardhmen. Sepse tani ne e dim se ka më shumë për të zbuluar se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë.
Ne e dim se realiteti është më i madh se sa ne mund të shohim. Ne e dim se ka horizonte të reja që presin të eksplorohen. Dhe kjo njohuri nuk na bën më të vegjël. Ajo na bën më të mvenj. Ajo na bën eksploruesi. Ajo na bën pionier. Ajo na bën pjesë e një aventure që është më e madhe se vetë ne. Kjo është historia që po zhvillohet tani. Kjo është momenti që ne po jetojmë. Kjo është epoka kur njerëzimi po zbuloi materien e errët. Kur ne po prekëm 95% të universit që ishte i padukshëm për ne. Kur ne po hapim një dritare drejt një realiteti që ne nuk e kemi njohur kurrë. Dhe ajo që shohim në për atë dritare është mahnitse, është tronditse, është e çuditshme, është e bukur, është mistike dhe është reale. Aq reale sa yjet që shkëlqejnë në qel, aq reale sa toka nën këmbët tona, aq reale sa trupi ynë, aq reale sa vetëdia jon, aq reale sa pyetjet që ne bëjmë, aq reale sa kërkimi ynë për kuptim, aq reale sa aventura jon e të qenit njeri në një univers që është i pafund në misterin e tij. Por tani, ndërsa qëndrojmë në pragun e kësaj zbulimi, le të bëjmë diçka që rrallë bëhet në dokumentarët shkencor. Le të ndalemi, le të marrim frymë, le të shikojmë mbrapa në udhëtimin që kemi bërë dhe pastaj le të shikojmë përpara në horizontin që po hapet. Sepse kjo nuk është vetëm një histori për grinca dhe detektor. Kjo është një histori për diçka shumë më të thellë. Një histori për natyrën e realitetit, për kufijtë e njohurive, për misterin që qëndron në zemër të ekzistencës. Fillojmë me një pyetje që filozofët kanë bërë për mijëra vjet, por që tani shkenca po e bën në një mënyrë të re. Çfarë do të thotë të ekzistosh? Për shekuj ne menduam se ekzistenca do të thotë të jesh i dukshëm, të jesh i prekshëm, të ndërveprojsh me dritën, të lësh gjurmë në botën e dukshme. Por materia e errët po na tregon se kjo është një përkufizim shumë i ngushtë, sepse materia e errët ekziston. Ajo ka masë, ajo ka energji, ajo ndikon në lëvizjen e galaktikave, ajo përkul dritën, ajo ka formuar strukturën e madhe të universit. Por ajo nuk është e dukshme. Ajo nuk lëshon fotone, ajo nuk thith fotone, ajo ekziston në një mënyrë që shqisat tona nuk mund ta perceptojnë. Kjo na çon në një realizim filozofik të thellë. Realiteti nuk është i kufizuar në atë që ne mund të perceptojmë. Ekzistenca nuk është e kufizuar në atë që ne mund të shohim. Ka nivele të realitetit që janë përtej perceptimit ton të drejt për drejt. Ka dimensionet e ekzistencës që ne mund t'i kuptojmë vetëm në mënyrë indirekte, përmes efekteve të tyre, përmes gjurmëve që ato lënë në botën e dukshme. Dhe kjo ngre një pyetje që është njëkohësisht shkencore dhe filozofike. Sa shumë të realitetit është përtej perceptimit ton, sa shumë të ekzistencës është e padukshme për ne. Ne e dim se materia e zakonshme përbën vetëm 5% të universit. Ne e dim se materia e errët përbën 25%. Ne e dim se energjia e errët përbën 70%. Por këto janë vetëm gjërat që ne kemi zbuluar deri tani. Çfarë nëse ka edhe më shumë? Çfarë nëse ka forma të tjera të materjes që ne ende nuk i kemi detektuar? Çfarë nëse ka forca të tjera që ne ende nuk i kemi zbuluar? Çfarë nëse ka dimensione të tjera që ne ende nuk i kemi eksploruar? Historia e shkencës na ka mësuar se çdo herë që ne mendojmë se kemi arritur kufijtë e njohurive, ne zbulojmë se ka më shumë përtej atyre kufive. Në shekullin e 17, Newtoni mendoi se kishte zbuluar ligjet themelore të natyrës. Gravitacioni, lëvizja, forca. Dhe për 2 shekuj, fizikanët mendonin se puna ishte pothuajse e përfunduar. Pastaj erdhi Einsteini dhe tregoi se hapësira dhe koha nuk janë absolute, se gravitacioni nuk është një forcë, por një përkulje e gjeometrisë, se masa dhe energjia janë të ndërlidhura. Dhe papritur, universi u bë shumë më i çuditshëm. Pastaj erdhi mekanika kuantike dhe tregoi se realiteti në nivelin më themelor nuk është deterministik, se grincat mund të jenë në shumë vende njëkohësisht, se vëzhgjimi ndryshon atë që vëzhgohet, se ka një pasiguri themelore në zemër të natyrës.
Çdo zbulim e bëri universin më misteroz, jo më pak. Çdo përgjigje ngriti pyetje të reja, më të thella. Çdo horizont i arritur zbudoi horizonte të reja përtej tij. Dhe tani, me zbulimin e materjes së errët, ne jemi në prag të një revolucioni tjetër. Një revolucioni që mund të jetë po aq i thellë sa relativiteti ose mekanika kuantike. Sepse materia e errët po na tregon se pjesa më e madhe e universit është diçka që ne nuk e kuptojmë. Diçka që ekziston në një mënyrë që ne sapo po fillojmë ta zbulojmë. Diçka që mund të ketë kompleksitet, strukturë, dinamik që ne nuk i kemi imagjinuar. Por let jemi absolutisht të sinqert për atë që ne nuk e dim, sepse kjo është zemra e metodës shkencore. Jo arroganca e sigurisë, por modestia e dyshimit. Ne nuk e dim se çfarë është materia e errët në nivelin themelor. Ne nuk e dim nëse ajo është një grimc apo shumë grimca. Ne nuk e dim nëse ajo ka ndërveprime të veta. Ne nuk e dim nëse ajo mund të formojë struktura. Ne nuk e dim se si ajo u krijua në Big Bang. Ne nuk e dim se si ajo do të evoluojë në të ardhmen. Ne nuk e dim nëse ajo ka lidhje me energjinë e errët. Ne nuk e dim nëse ajo ka lidhje me dimensionet shtesë. Ne nuk e dim nëse ajo ka lidhje me problemet e tjera të pasgjidhura në fizik. Dhe ka shumë probleme të pasgjidhura. Problemi i hierarkisë. Pse gravitacioni është aq më i dobët se forcat e tjera? Problemi i konstantës kozmologjike. Pse energjia e errët ka pikërisht vlerën që ka? Problemi i asimetrisë materie-antimaterie. Pse ka më shumë materie se antimaterie në univers? Problemi i masave të neutrinove. Pse neutrinohet kanë masë, kur modeli standard parashikon se ato duhet të jenë pa masë? Problemi i fortive të dijes. Si lind vetëdia subjektive nga proceset fizike në tru? Çdo njeri nga këto probleme është një mister i thellë. Çdo njeri prej tyre na tregon se ka diçka themelore që ne nuk e kuptojmë për natyrën e realitetit. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, këto probleme janë të lidhura. Ndoshta materia e errët është pjesë e një tablos më të madhe që ne ende nuk e shohim. Ndoshta ajo është një fije në një pëlhur më komplekse të realitetit. Ndoshta zbulimi i natyrës së vërtet të materjes së errët do të na çojë në kuptimin e këtyre mistereve të tjera, ose ndoshta ai do të ngrejë mistera edhe më të thella. Sepse kjo është natyra e shkencës. Çdo përgjigje është një portë drejt pyetjeve të reja. Çdo zbulim është një fillim i ri. Çdo horizont i arritur zbulon horizonte të reja përtej tij. Por këtu vjen diçka që duhet thënë me zë të lartë, diçka që shpesh harrohet në entuziazmin e zbulimit. Fakti që ne nuk e dim diçka nuk do të thotë se ne nuk mund ta dim atë. Fakti që diçka është mistike nuk do të thotë se ajo është përtej shkencës. Fakti që diçka është e vështirë për të kuptuar nuk do të thotë se ajo është e pakuptueshme. Historia e shkencës është një histori e zgjidhjes së mistereve që dikur dukeshin të pazgjidhshme. Dikur, natyra e dritës ishte një mister. Tani ne e dim se drita është një valë elektromagnetike. Dikur, natyra e sëmundjeve ishte një mister. Tani ne e dim se sëmundjet shkaktohen nga mikroorganizma. Dikur, natyra e yjeve ishte një mister. Tani ne e dim se yjet janë reaktor fuzion përthamor. Çdo mister që është zgjidhur ka hapur mundësi të reja. Çdo kuptim i ri ka çuar në teknologji të reja. Çdo zbulim ka ndryshuar mënyrën se si ne jetojmë. Dhe e njëjta gjë do të ndodhë me materien e errët. Kur ne e kuptojmë atë, kur ne mësojmë se si ajo funksionon, kur ne zbulojmë se si ajo ndërvepron, kjo do të hap mundësi që tani nuk mund t'i imagjinojmë. Ndoshta ne do të mësojmë se si të përdorim materien e errët si një burim energjie. Ndoshta ne do të mësojmë se si ta manipulojmë atë për të krijuar fusha gravitacionale. Ndoshta ne do të mësojmë se si ta përdorim atë për të udhëtuar nëpër hapësirë. Këto t'ingjellojnë si shkencë fantastike, por kujtoni se 100 vjet më parë, ideja e energjisë bërthamore do të kishte t'ingjilluar po aq fantastike. Por le të kthehemi në një pyetje më themelore, një pyetje që shkon përtej teknologjisë, përtej aplikimeve praktike,
përtej madje shkencës. Pyetja është, çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku pjesa më e madhe e realitetit është e padukshme? Çfarë do të thotë të dish se çdo gjë që ke parë, çdo gjë që ke prekur, çdo gjë që ke përjetuar, është vetëm një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh? Kjo nuk është vetëm një pyetje shkencore, kjo është një pyetje ekzistenciale, një pyetje për kuptimin, për qëllimin, për vendin ton në kozmos. Për mijëra vjet, njerëzit kanë kërkuar kuptim në qiell. Ata kanë shikuar yjet dhe kanë parë modele. Ata kanë shikuar planetet dhe kanë parë rregull. Ata kanë shikuar hënën dhe kanë parë cikle. Dhe nga këto vëzhgjime ata kanë ndërtuar histori, mitologji, religione, filozofi. Mënyra për të kuptuar vendin e tyre në univers, mënyra për të gjetur kuptim në misterin e ekzistencës. Dhe tani, shkenca moderne po na jep një histori të re. Jo një histori të shpikur, por një histori të zbuluar. Një histori që lind nga vëzhgjimi i kujdesshëm i natyrës, nga matja e saktë e realitetit, nga testimi i rrept i hipotezave. Dhe kjo histori është mahnitëse. Ajo na tregon se ne jemi bërë nga pluhuri i yjeve, se çdo atom në trupin ton u krijua në zemrën e një ylli që shpërtheu miliarda vjet më parë. Se ne jemi, në kuptimin më literal, pluhur yjesh. Ajo na tregon se ne jemi pjesë e një universi që ka 13 miliard e 800 milion vjet. Se ne jemi pjesë e një historie që fillon me Big Bangun dhe që vazhdon deri në këtë moment. Se ne jemi pjesë e një procesi evolucionar që ka prodhuar kompleksitet të jashtëzakonshëm nga thjeshtësi. Se ne jemi, në një kuptim të thellë, mënyra e universit për të kuptuar veten. Sepse, mendoni për këtë, universi ka ekzistuar për 13 miliard e 800 milion vjet. Për pjesën më të madhe të kësaj kohe, ai ka qenë i pavetëdijshëm. Yjet kanë shkëlqyer, galaktikat kanë rrotulluar, grimkat kanë ndërvepruar, por askush nuk ka qenë atje për ta parë, askush nuk ka qenë atje për ta kuptuar, askush nuk ka qenë atje për të bërë pyetje. Pastaj, në një planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar në një galaktik mesatare, lindi jeta. Dhe nga jeta lindi vetëdia. Dhe nga vetëdia lindi kurioziteti. Dhe nga kurioziteti lindi shkenca. Dhe tani, për herë të parë në historinë e universit, një pjesë e universit po shikon mbrapa në historinë e vet. Po bën pyetje për origjinën e vet. Po kërkon të kuptoj natyrën e vet. Kjo është ajo që ne jemi. Ne nuk jemi vetëm koleksione atomesh. Ne nuk jemi vetëm makina biologjike. Ne jemi mënyra e universit për të kuptuar veten. Ne jemi syt përmes të cilëve kozmosi shikon veten. Ne jemi mendja përmes së cilës realiteti bëhet i vetëdijshëm për veten. Dhe kjo nuk është metaforë. Kjo nuk është poezi. Kjo është një përshkrim literal i asaj që ne jemi. Sepse çdo atom në trupin ton u krijua në një yll. Çdo molekul në qilizat tona u formua nga procese kozmike. Çdo mendim në trurin ton është një model i aktivitetit elektrik që lind nga ligjet e fizikës. Ne jemi, në kuptimin më themelor, pjesë e universit. Jo diçka e veçantë nga ai. Jo diçka që qëndron jashtë ti, por pjesë e ti. Pjesë e pëllhurës së realitetit. Dhe tani, me zbulimin e materjes së errët, ne po mësojmë se kjo pëllhurë është shumë më e pasur se sa ne menduam. Se ka fije që ne nuk i kemi parë, se ka modele që ne nuk i kemi kuptuar, se ka dimensione që ne nuk i kemi eksploruar. Dhe kjo nuk na bën më të vegjël. Kjo nuk na bën të parëndësishëm. Kjo na bën eksploruesi. Kjo na bën pionier. Kjo na bën pjesë e një aventure që është më e madhe se vetë ne. Aventura e kuptimit, aventura e zbulimit, aventura e të qenit i vetëdijshëm në një univers që është i pafund në misterin e tij. Por le të kthehemi në atë moment me të cilin filluam. Atë mëngjes të janarit kur një grinc e padukshme goditi një atom ksenoni në një detektor 900 metra nën tokë. Atë moment kur një sinjal i vogël u shfaq në ekran. Atë moment kur gjithçka ndryshoi. Sepse ai moment nuk ishte vetëm një zbulim shkencor.
Ai ishte një moment kur njerëzimi preku diçka që askush nuk e kishte prekur më parë. Kur ne zgjuam dorën në errësirë dhe prekëm skeleti I padukshëm të universit, kur ne hapëm një dritare drejt një realiteti që ne nuk e kishim njohur kurrë. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në pragun e kësaj zbulimi, ne duhet të pyesim: çfarë do të bëjmë me këtë njohuri? Si do ta përdorim atë? Ku do të na çojë ajo? Këto janë pyetje që ne, si specie, duhet t'i përgjigjemi, sepse çdo njohuri e re sjell përgjegjësi të reja. Çdo zbulim hap mundësi të reja, por edhe rreziqe të reja. Çdo horizont I arritur kërkon zgjedhje të reja për drejtimin që do të marrim. Dhe këto zgjedhje nuk janë vetëm shkencore, ato janë etike, ato janë filozofike, ato janë njerëzore. Por një gjë është e qartë, ne nuk mund të kthehemi mbrapa. Ne nuk mund të harrojmë atë që kemi mësuar. Ne nuk mund të mbullim syt ndaj realitetit që kemi zbuluar. Sepse tani ne e dim. Ne e dim se pjesa më e madhe e universit është diçka që ne sapo po fillojmë të kuptojmë. Ne e dim se ka më shumë për të zbuluar se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Ne e dim se udhëtimi I njohurive njerëzore sapo ka filluar. Dhe ne e dim se çdo hap përpara në këtë udhëtim do të na çojë në vende që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Kjo është e ardhmja që po hapet para nesh. Një ardhme ku ne nuk jemi më të verbër për 95% të realitetit. Një ardhme ku ne kemi filluar të kuptojmë natyrën e vërtet të universit. Një ardhme ku ne jemi eksploruesi të një realiteti shumë më të madh se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Dhe kjo e ardhme nuk është e largët. Ajo nuk është në një kohë tjetër, ajo është tani. Ajo është këtu. Ajo është në çdo eksperiment që po ndërtohet, në çdo të dhënë që po analizohet, në çdo teori që po zhvillohet, në çdo pyetje që po bëhet, në çdo mister që po eksplorohet. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën njerëzor. Jo fakti se ne jemi më të fortët, jo fakti se ne jemi më të shpejtët, jo fakti se ne jemi më të mëdhenjt, por fakti se ne mund të pyesim. Fakti se ne mund të mësojmë. Fakti se ne mund të zbulojmë. Fakti se ne mund të kuptojmë. Fakti se ne mund të shikojmë në qiell dhe të pyesim: çfarë është atje? Fakti se ne mund të shikojmë në errësirë dhe të pyesim: çfarë fshihet në të? Fakti se ne mund të shikojmë në veten tonë dhe të pyesim: kush jemi ne? Nga vim? Ku po shkojmë? Këto janë pyetjet që kanë udhëhequr njerëzimin për mijëra vjet. Këto janë pyetjet që vazhdojnë të na udhëheqin. Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin në të ardhmen. Dhe tani, me zbulimin e materjes së errët, ne kemi një përgjigje të re për një nga këto pyetje. Ne e dim se pjesa më e madhe e universi është diçka që ne nuk e kuptonim. Diçka që ekziston në një mënyrë që ne sapo po fillojmë ta zbulojmë. Diçka që është aq reale sa yjet që shkëlqejnë në qiell, por që është e padukshme për syt tan. Por kjo përgjigje, si çdo përgjigje shkencore, ngre pyetje të reja, pyetje më të thella, pyetje më të ronditse, pyetje që do të kërkojnë dekada ose shekuj për t'u përgjigjur. Dhe kjo është e bukur, sepse kjo do të thotë se udhëtimi vazhdon. Kjo do të thotë se ka më shumë për të zbuduar. Kjo do të thotë se aventura nuk ka mbaruar. Ajo sapo ka filluar. Dhe ndërsa mbyllim këtë histori, le të kthehemi në atë imazh me të cilin filluam. Ju, duke dëgjuar këto fjalë, duke lëvizur në përhapësirë me 230 km në sekond, toka duke rrotulluar rreth diellit, dielli duke lëvizur nëpër galaktik, galaktika duke u rrëmbyer drejt diçkaje të padukshme. Dhe tani ju e dini se ajo diçka e padukshme është materia e errët. Ju e dini se ajo përbën 25% të universit. Ju e dini se ne sapo e kemi prekur atë për herë të parë. Ju e dini se kjo është fillimi I një epoke të re. Epoka kur ne nuk jemi më të verbër për pjesën më të madhe të realitetit, por ka diçka tjetër që ju duhet ta dini. Diçka që është edhe më e rëndësishme se të gjitha faktet shkencore. Diçka që shkon në zemër të asaj që do të thotë të jesh njeri. Dhe ajo është kjo. Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, ju jeni pjesë e kësaj historie. Ju nuk jeni vetëm një vëzhgues, ju jeni një pjesëmarrës.
Ju jeni pjesë e një specie që po zbuloi natyrën e universit. Ju jeni pjesë e një civilizimi që po zgjeron horizontin e njohurive. Ju jeni pjesë e një momenti historik kur njerëzimi po prek diçka që askush nuk e ka prekur më parë. Dhe kjo nuk është metaforë, kjo nuk është egzagerim, kjo është e vërtet. Sepse çdo zbulim shkencor nuk është vetëm një zbulim për shkencëtarët. Ai është një zbulim për të gjithë njerëzimin. Ai ndryshon mënyrën se si ne të gjithë e kuptojmë botën. Ai ndryshon mënyrën se si ne të gjithë e shohim veten. Ai ndryshon mënyrën se si ne të gjithë imagjinojmë të ardhmen. Dhe zbulimi i materjes së errët është një nga zbulimet më të mëdha që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Ai është në të njëjtën kategori me zbulimin se toka rrotullohet rreth diellit, me zbulimin se yjet janë diell të largët, me zbulimin se galaktikat janë ishujt e universit, me zbulimin se universi ka një fillim. Çdo njeri nga këto zbulime ka ndryshuar mënyrën se si ne e shohim veten në kozmos. Çdo njeri prej tyre ka zgjeruar horizontin e njohurive tona. Çdo njeri prej tyre ka na bërë më të vetëdijshëm për misterin e ekzistencës. Dhe tani, zbulimi i materjes së errët po bën të njëjtën gjë. Ai po na tregon se realiteti është më i madh se sa ne menduam, se ka më shumë për të zbuluar se sa ne kemi imagjinuar, se udhëtimi i njohurive njerëzore nuk ka fund. Por ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është çfarë është materia e errët. Ndoshta pyetja më e rëndësishme është çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku pjesa më e madhe e realitetit është mister. Sepse kjo është situata jonë. Kjo është kushtin. Ne jetojmë në një univers ku ne kuptojmë vetëm një pjesë të vogël, ku pjesa më e madhe është e panjohur, ku ka më shumë pyetje se sa përgjigje, ku ka më shumë mister se sa kuptim. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është pikërisht ajo që bën jetën kaq të bukur. Fakti se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Fakti se ka gjithmonë horizonte të reja për të arritur. Fakti se ka gjithmonë pyetje të reja për të bërë. Fakti se misteri nuk është diçka për të friksuar, por diçka për të përqafuar, sepse misteri është ajo që na mban kurioz. Misteri është ajo që na mban të gjallë. Misteri është ajo që na bën njerëzor. Dhe kështu, ndërsa qëndrojmë në pragun e kësaj zbulimi, ndërsa shikojmë në të ardhmen që po hapet para nesh, let mos harrojmë se çdo përgjigje është një fillim i ri, se çdo zbulim hap pyetje të reja, se çdo horizont i arritur zbulon horizonte të reja për te tij. Materia e errët nuk është fundi i historisë. Ajo është fillimi i një kapitulli të ri. Një kapitull ku ne po mësojmë se realiteti është më i çuditshëm, më i madh, më misteroz se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Dhe ndërsa mbyllim, le të mbajmë në mend se në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, triliona grimca materie së errët po kalojnë nëpër trupin tuaj, nëpër muret tuaja, nëpër tokën. Ato po kalojnë si fantazma, pa lënë gjurmë, por ato janë atje. Ato janë reale. Ato janë pjesë e pëllhurës së realitetit. Dhe tani, për herë të parë në historinë e njerëzimit, ne e dim se ato janë atje. Ne i kemi prekur. Ne kemi filluar t'i kuptojmë. Ne kemi hapur një dritare drejt një realiteti që ne nuk e kemi njohur kurrë. Dhe ajo që shohim nëpër atë dritare është mahnitse, është tronditse, është e çuditshme, është e bukur, është mistike. Dhe është vetëm fillimi. Sepse çdo dritare që hapim zbulon dhoma të reja përtej saj. Çdo mister që zgjidhim zbulon mistera të reja. Çdo horizont që arrim zbulon horizonte të reja. Dhe kjo është aventura e të qenit njeri. Aventura e zbulimit. Aventura e kuptimit. Aventura e të qenit i vetëdijshëm në një univers që është i pafund në misterin e tij. Ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta udhëtimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Ndoshta misteri është më i bukur se zgjidhja. Sepse në fund, ne nuk jemi vetëm qenie që kërkojnë përgjigje. Ne jemi qenie që bëjnë pyetje. Dhe aftësia për të bërë pyetje, për të mësuar, për të zbuduar, për të kuptuar, kjo është ajo që na bën njerëzor. Kjo është ajo që na bën pjesë e diçkaje më të madhe se vetë ne.
Kjo është ajo që na lidh me universin që po përpiqemi ta kuptojmë. Dhe ndërsa yjet vazhdojnë të shkëlqejnë në qiell, ndërsa galaktikat vazhdojnë të rrotullohen në hapësirë, ndërsa materia e errët vazhdon të kalojë nëpër ne si një erë e padukshme, ne vazhdojmë të pyesim. Ne vazhdojmë të kërkojmë. Ne vazhdojmë të zbulojmë. Sepse kjo është natyra jonë. Kjo është destinimi ynë. Kjo është aventura jonë. Aventura e të qenit njeri në një univers që është shumë më i madh, shumë më i çuditshëm, shumë më misteroz se sa ne mund të imagjinojmë ndonjëherë.